Ndërsa lexoni këto fjalë, trupi juaj po udhëton në përhapësirë me një shpejtësi që e bën një plumb të duket si një melq. Jo metaforikisht, jo në mënyrë figurative. Në këtë moment preciz, çdo atom i trupit tuaj po lëviz me një shpejtësi prej 2 milion kilometrash në orë nëpër errësirën kozmike. Ju nuk e ndjeni, ju nuk e shihni, por kjo po ndodh tani, ndërsa ju mendoni se jeni udhur në vend. Çdo frymëmarrje që merrni, çdo rrahje e zemrës suaj, çdo mendim që kalon nëpër trurin tuaj, ndodh ndërsa jeni duke u hedhur nëpër univers me një shpejtësi që sfidohet çdo logjik njerëzore. Dhe kjo është vetëm fillimi i historisë. Imagjinoni për një moment se po qëndroni në mes të një qyteti. Rreth jush ndërtesat duken të palvishme. Rrugët, trotuaret, pemët në park, gjithçka duket e qëndrueshme, e fiksuar, e përjetshme. Kjo është iluzion më i madh që truri juaj krijon çdo ditë. Sepse në realitet, qyteti ku qëndroni po rrotullohet me një shpejtësi marramendse. Nëse jeni diku afër ekuatorit, toka në këmbët tuaja po lëviz me 1670 km/h. Kjo është më shpejt se shpejtësia e zërit, më shpejt se çdo avion komercial, më shpejt se çdo gjë që keni përjetuar ndonjëherë në jetën tuaj. Por ju nuk e ndjeni asgjë. Pse? Sepse gjithçka rreth jush lëviz me të njëjtën shpejtësi. Ajri që merrni frym, uji që pini, njerëzit që ecin pranë jush. Të gjithë jemi pasagjerë të së njëjtës karusele kozmike. Është si të jesh në një tren që lëviz me shpejtësi konstante. Nëse mbyllni syt, nuk mund të dalloni nëse po lëvizni apo jo. Por hapni dritaren dhe do të shihni peizazhin duke kaluar me shpejtësi. Problemi me tokën është se nuk ka dritare, nuk ka pikë reference jashtë sistemit ton që të na tregojë se sa shpejt po lëvizim në të vërtetë. Le të fillojmë nga fillimi. Toka rrotullohet rreth boshtit të saj një herë çdo 24 orë. Kjo duket si një lëvizje e thjeshtë, pothuajse e parëndësishme. Por kur e llogaritni shpejtësinë aktuale, shifrat bëhen të çmendura. Perimetri i tokës në ekuator është afërsisht 40.000 kilometra. Nëse ndani këtë me 24 orë, merrni 1670 km/h. Kjo është shpejtësia me të cilën sipërfaqja e tokës po lëviz në këmbët tuaja në këtë moment. Në Tiranë, për shkak të gjerësisë gjeografike, shpejtësia është pak më e ulët, rreth 1100 km/h, por ende marramendse. Tani, imagjinoni se po qëndroni në një platformë rrotulluese gjigante, një disk i madh sa një kontinent që rrotullohet me 1670 km/h. Çfarë do të ndodhte? Do të hidheshit me një herë në hapësirë. Forcat centrifugale do t'ju koptonin, por toka ka një armë sekrete, gravitetin. Forca gravitacionale e planetit ton është aq e fuqishme sa na mban të ngjitur në sipërfaqe pavarësisht nga shpejtësia e çmendur e rrotullimit. Është si një dorë e padukshme që na mban të sigurt ndërsa karuseli kozmik vazhdon të rrotullohet. Por kjo është vetëm niveli i parë i lëvizjes, sepse ndërsa toka rrotullohet rreth boshtit të saj, ajo gjithashtu po udhton rreth diellit. Dhe këtu, shifrat bëhen vërtet të pabesueshme. Distanca midis tokës dhe diellit është afërsisht 150 milion kilometra. Orbita jonë rreth diellit nuk është një rreth i përsosur, por një elips. Perimetri i kësaj orbite është rreth 980 milion kilometra. Dhe ne e përshkojmë këtë distancë në 365 ditë. Bëni llogarit. 107.000 km/h. Le ta vendosim këtë në perspektivë. Një plumb i pushkës lëviz me rreth 3000 km/h. Një avion komercial fluturon me rreth 900 km/h. Stacioni ndërkombëtar hapësinor orbiton tokën me 27.500 km/h. Por toka, me të gjithë në mbi të, po lëviz rreth diellit me 107.000 km/h. Kjo është 30 km në sekond. Në kohën që ju duhet për të lecuar këtë fjali, keni udhëtuar disa qindra kilometra në përhapësirë. Në vitin 1968, astronomi britanik Fred Hoyle shkroi diçka që ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si e perceptojmë vendin tonë në univers.
A I tha, njerëzit që besojnë se toka është e palvishme janë si pasagjerë në një tren që mendojnë se stacioni po lëviz, jo treni. Kjo metaforë është e fuqishme, por ende nuk e kap plotësisht realitetin. Sepse ne nuk jemi thjesht në një tren. Ne jemi në një tren që është në një tren tjetër, që është në një tren tjetër, që është në një tren tjetër. Dhe të gjithë këta trena po lëvizin me shpejtësi të pabesueshme në drejtime të ndryshme. Por historia nuk mbaron këtu, sepse dielli nuk është i palvishëm. Ai gjithashtu po lëviz. Dhe kur dielli lëviz, ai merr me vete të gjithë sistemin diellor, të gjitha planetet, të gjitha hënat, të gjitha asteroidët, të gjithë kometat, gjithçka. Dielli po orbiton në rreth qendrës së galaktikës son, rrugës së qumështit. Dhe këtu shifrat bëhen aq të mëdha sa truri njerëzor mezi mund t'i përpunojë. Rruga e qumështit është një galaktik spirale me një diametër prej 100.000 vitesh dritë. Dielli ndodhet rreth 26.000 vite dritë larg qendrës së galaktikës, dhe ai po udhëton rreth kësaj qendre me një shpejtësi prej 220 kilometrash në sekond. Kjo është 800.000 kilometra në orë. Le thoni këtë shifër përsëri. 800.000 kilometra në orë. Kjo është aq shpejt sa dielli, me të gjithë sistemin diellor, përfshin një orbit të plot rreth qendrës së galaktikës çdo 225 milion vjet. Astronomët e quajnë këtë një vit kozmik. Mendoni për këtë. Hera e fundit që dielli ishte në këtë pozicion të saktë në galaktik, dinosaurët sapo kishin filluar të dominonin tokën. Njerëzit nuk ekzistonin, madje as majmunët nuk ekzistonin. Dhe megjithatë, në atë kohë, toka po lëvizte me të njëjtën shpejtësi si tani, 800.000 kilometra në orë rreth qendrës së galaktikës. Lëvizja është e përjetshme. Ajo nuk ka fillim dhe nuk ka fund që ne mund të perceptojmë. Por edhe kjo nuk është historia e plot, sepse rruga e qumështit gjithashtu po lëviz. Galaktika jon nuk është e palvishme në hapësirë. Ajo po tërhiqet nga forca gravitacionale e galaktikave të tjera në grupin ton lokal. Grupi lokal është një koleksion prej më shumë se 50 galaktikave që janë të lidhura së bashku nga graviteti. Dhe i gjithë ky grup po lëviz drejt diçkaje që astronomët e quajnë atraktorin e madh. Atraktorin e madh është një rajon i hapësirës me një përqendrim jashtëzakonisht të lartë të masës. Është aq masiv sa po tërheq mijëra galaktika drejt tij. Dhe shpejtësia me të cilën ne po lëvizim drejt këtij atraktorit është rreth 600 kilometra në sekond. 2.160.000 kilometra në orë. Kjo është shpejtësia jon absolute në përhapësirë. Kjo është shpejtësia me të cilën çdo atom i trupit tuaj po udhton nëpër univers në këtë moment. Le të ndalemi për një moment dhe të përpiqemi ta vizualizojmë këtë. Ju jeni duke u rrotulluar me 1670 kilometra në orë për shkak të rrotullimit të tokës. Në të njëjtën kohë, ju po orbitoni rreth diellit me 107.000 kilometra në orë. Në të njëjtën kohë, dielli po orbitor rreth qendrës së galaktikës me 800.000 kilometra në orë. Dhe në të njëjtën kohë, e gjithë galaktika po lëviz drejt atraktorit të madh me 2.160.000 kilometra në orë. Të gjitha këto lëvizje po ndodhin njëkohësisht, të gjitha në drejtime të ndryshme, të gjitha me shpejtësi të ndryshme. Truri juaj nuk është evoluar për të kuptuar këtë lloj kompleksiteti. Ne jemi krijuar për të perceptuar lëvizjen relative. Nëse një gjë lëviz më shpejt se një gjë tjetër, ne e shohim atë. Por kur gjithçka rreth nesh lëviz me të njëjtën shpejtësi, truri ynë interpreton këtë si qëndrueshmëri. Është një iluzion i përsosur, një mashtrim kozmik që na mban të qetë dhe të fokusuar në jetën tonë të përditshme. Por tani që e dini të vërtetën, diçka ka ndryshuar. Çdo herë që shikoni qiellin, çdo herë që ndjeni erën në fytyr, çdo herë që ecni në rrugë, do të dini se jeni duke u hedhur në përhapësirë me një shpejtësi që sfidohet çdo logjik. Nuk jeni të palvishëm, nuk jeni kurrë të palvishëm. Ju jeni pasagjer të një anijeje kozmike që nuk ndalet kurrë, që nuk ngadalson kurrë, që nuk pushon kurrë. Dhe këtu vjen pyetja që ndryshon gjithçka. Nëse ne po lvizim aq shpejt, pse nuk e ndjejmë?
Përgjigja qëndron në një nga parimet më themelore të fizikës, parimi i relativitetit të Galileut. Në vitin 1603, Galileo Galilei kreu një eksperiment mendor që do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si e kuptojmë lëvizjen. Ai imagjinoi se ishte në kabinën e një anijeje që lundron me shpejtësi konstante në një det të qetë. Ai vuri re se nëse hidhte një top në ajër, topi do të binte saktësisht në të njëjtin vend, pavarësisht nga shpejtësia e anijes. Kjo ishte një zbulim revolucionar. Ajo tregoi se ligjet e fizikës janë të njëjta në çdo sistem që lëviz me shpejtësi konstante. Nuk ka eksperiment që mund të bëni brenda sistemit që do t'ju tregoj nëse jeni duke u lëvizur apo jo. Vetëm kur shikoni jashtë sistemit, vetëm kur krahasoni veten me diçka tjetër, mund të detektoni lëvizjen. Dhe kjo është arsyeja pse ne nuk e ndjejmë se po lëvizim me 2 milion kilometra në orë. Sepse gjithçka rreth nesh, çdo molekule ajri, çdo pikë uji, çdo grimc pluhuri, po lëviz me të njëjtën shpejtësi. Por ka momente kur iluzion tyhet, ka momente kur mund të shihni lëvizjen. Çdo natë kur shikoni qiellin, po shihni një pamje që është ndikuar nga lëvizja jonë në përhapësirë. Yjet që shihni nuk janë në pozicionet ku duken se janë. Drita e tyre ka udhëtuar për vite, për dekada, për shekuj përpara se të arrijë në sytë tuaj. Dhe gjatë asaj kohe ne kemi lëvizur. Kemi udhëtuar miliona kilometra në përhapësirë. Pozicioni ynë në univers ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Astronomët e quajnë këtë paralaks. Është ndryshimi i dukshëm në pozicionin e një objekti kur e shikoni nga dy pika të ndryshme. Dhe për shkak të lëvizjes son të vazhdueshme në përhapësirë, ne po shikojmë universin nga pika të ndryshme çdo sekond. Kjo na jep një pamje tredimensionale të kozmosit. Na lejon të matim distancat deri te yjet, na lejon të krijojmë harta të galaktikave. Gjithçka për shkak të lëvizjes son të pafundme në përhapësirë. Por ka diçka edhe më të çuditshme, diçka që shumica e njerëzve nuk e din. Lëvizja jonë në përhapësirë nuk është e njëtrajtshme. Ajo nuk është e qetë, ajo nuk është e parashikueshme në mënyrë të përsosur, sepse hapësira vet nuk është e sheshtë. Ajo është e lakuar, e shtrembruar nga prania e masës dhe energjisë. Çdo yll, çdo galaktik, çdo vrim e zezë po shtrembron hapësirën rreth saj. Dhe ne po lundrojmë nëpër këtë peizazh kozmik të shtrembruar, duke ndjekur rrugët që graviteti ka krijuar. Imagjinoni një copë pëllhure të shtrirë. Tani vendosni një top bowling në mes të saj. Pëllhura do të lakohet, do të krijojë një grop. Nëse tani rrokullisni një bilardo në pëllhur, ajo nuk do të lëviz në një vijë të drejtë. Ajo do të ndiqet lakimi i krijuar nga topi i bowlingut. Kjo është saktësisht ajo që po ndodh në hapësirë. Toka po ndjek lakimin e krijuar nga dielli. Dielli po ndjek lakimin e krijuar nga qendra e galaktikës. Galaktika po ndjek lakimin e krijuar nga atraktorin e madh. Ne nuk po lëvizim në përhapësirë, ne po rrëshqasim përgjatë lakimeve të hapësirës. Kjo ide, kjo vizion i hapësirës si diçka që mund të lakohet dhe të shtrembrohet, vjen nga Albert Einstein. Në vitin 1915, ai publikoi teorinë e përgjithshme të relativitetit, një nga arritjet më të mëdha të mendjes njerëzore. Einstein tregoi se graviteti nuk është një forcë në kuptimin tradicional. Është një pasojë e lakimit të hapësirës dhe kohës. Objektet me masë krijojnë lakime në pëllhurën e hapësirës kohës dhe objektet e tjera ndjekin këto lakime. Kjo teori ka pasoja të çuditshme. Ajo do të thotë se koha vet po ndikohet nga lëvizja jonë. Sa më shpejt të lëvizni, aq më ngadalë kalon koha për ju në krahasim me dikë që është i palëvishëm. Kjo quhet zgjerimi i kohës. Dhe megjithse efekti është i vogël në shpejtësitë që ne përjetojmë në jetën e përditshme, ai është real dhe i matshëm. Satelitët GPS duhet të korrigjojnë për këtë efekt, përndryshe do të jepnin pozicione të gabuara. Por këtu është pjesa vërtet e çuditshme. Për shkak të lëvizjes son të shpejtë në përhapësirë, koha po kallon pak më ngadalë për ne se sa do të kallonte nëse do të ishim të palëvishëm. Diferenca është e vogël, e papërfillshme në shkallë njerëzore, por ajo ekziston. Çdo sekond që jetoni, çdo frym që merrni, po ndodh në një kohë që është pak e ndryshme nga koha që do të përjetonit nëse do të ishit vërtet të palëvishëm në hapësirë. Dhe kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Çfarë do të thotë të jesh i palëvishëm në hapësirë?
A ekziston një pikë reference absolut? A ka një vend në univers që mund të quhet i palvishëm? Përgjigja, sipas fizikës moderne, është jo. Nuk ka një kornizë absolute të referencës. Çdo lëvizje është relative. Ju mund të thoni se jeni duke u lëvizur në lidhje me tokën, ose në lidhje me diellin, ose në lidhje me qendrën e galaktikës, por nuk mund të thoni se jeni duke u lëvizur në një kuptim absolut. Kjo është një nga mësimet më të thella të fizikës moderne. Universi nuk ka një qendër. Nuk ka një pikë fikse nga e cila gjithçka tjetër mund të matet. Çdo pikë në hapësirë është po aq e vlefshme si çdo pikë tjetër. Ju jeni në qendër të universit tuaj të vëzhgueshëm, ashtu si çdo qenie tjetër në çdo vend tjetër është në qendër të universit të tyre të vëzhgueshëm. Kjo nuk është një deklaratë filozofike. Kjo është një fakt i fizikës. Por le të kthehemi te pyetja origjinale. Pse duhet të na interesojë kjo? Pse duhet të na interesojë se po lvizim me 2 milion kilometra në orë nëpër hapësirë? Sepse kjo njohuri ndryshon mënyrën se si e perceptojmë veten dhe vendin ton në univers. Ajo na tregon se stabiliteti që ndjejmë, qëndrueshmëria që shohim rreth nesh, është një iluzion. Realiteti është dinamik, në ndryshim të vazhdueshëm, në lëvizje të përjetshme. Çdo gjë që keni përjetuar ndonjëherë, çdo kujtime që keni, çdo moment i jetës suaj ka ndodhur ndërsa ishit duke u hedhur nëpër hapësirë me shpejtësi të pabesueshme. Dita kur lindët, dita kur mësuat të ecni, dita kur takuat personin që doni, dita kur lexoni këto fjalë. Të gjitha këto momente kanë ndodhur në pika të ndryshme të hapësirës, të ndara nga miliona kilometra. Ju nuk jeni kur në të njëjtin vend 2 herë. Është e pamundur. Hapësira nëpër të cilën po lvizni është e pafundme dhe udhëtimi juaj nëpër të është i pakthyeshëm. Dhe kjo na çon në një realizim edhe më të thellë. Nëse ne po lvizim aq shpejt, nëse jemi në një udhëtim kozmik që nuk ndalet kurrë, atëherë çfarë është destinacioni? Ku po shkojmë? Përgjigja është se nuk ka një destinacion. Lëvizja vetë është qëllimi. Universi nuk po shkon diku. Ai thjesht po ekziston, po evoluon, po ndryshon. Dhe ne jemi pjesë e këtij procesi. Ne jemi pasagjer në një udhëtim që nuk ka fillim dhe nuk ka fund që mund të perceptojmë. Por ka diçka të bukur në këtë. Ka diçka thellësisht njerëzore në idenë se jemi të gjithë në të njëjtin udhëtim. Çdo person që keni takuar ndonjëherë, çdo qenie e gjallë në këtë planet po udhëton me ju nëpër hapësirë. Ne jemi bashkëudhëtar në këtë anije kozmike. Dhe megjithse mund të ndejmë se jemi të ndarë nga distancat, nga kufijtë, nga dalimet tona, realiteti është se jemi të gjithë në të njëjtin vend duke bërë të njëjtën gjë, duke u hedhur nëpër univers me 2 milion kilometra në orë. Kjo perspektivë ka fuqinë të ndryshojë mënyrën se si e shohim jetën tonë. Problemet që duken të mëdha, shqetësimet që na mbajnë zgjuar natën, konfliktet që na ndajnë, të gjitha duken pak më të vogla kur i shikoni nga kjo perspektivë kozmike. Ne jemi të gjithë në të njëjtin udhëtim, të çuditshëm, të pabesueshëm, të mahniqëm nëpër hapësirë dhe kohë. Dhe ky udhëtim është aq i shkurtër, aq i çmuar, aq unik sa çdo moment duhet të çmohet. Por historia e lëvizjes son nëpër hapësirë nuk është vetëm një histori për shpejtësi dhe distanca. Është gjithashtu një histori për zbulim. Sepse çdo herë që ne kemi mësuar diçka të re për lëvizjen tonë nëpër univers, kemi zbuluar diçka të re për natyrën e realitetit. Kur Koperniku zbuloi se toka po rrotullohet rreth diellit, jo e kundërta, ai nuk po zbulonte thjesht një fakt astronomik. Ai po ndryshonte mënyrën se si njerëzimi e kuptonte vendin e tij në univers. Kur Galileo zbuloi se ligjet e fizikës janë të njëjta në çdo sistem që lëviz me shpejtësi konstante, ai po vendoste themelet për të gjithë fizikën moderne. Kur Einstein zbuloi se hapësira dhe koha janë të lidhura, se ato mund të lakohen dhe të shtrembrohen, ai po hapte një dritare të re në natyrën e realitetit. Dhe çdo zbulim i ri na ka çuar më afër një kuptimi më të thellë të asaj që do të thotë të ekzistosh në këtë univers. Por ende ka shumë që nuk e dim. Ende ka mistere që presin të zbulohen. Pse universi po zgjerohet? Çfarë është energjia e errët që po e shtyn këtë zgjerim?
Çfarë është materia e errët që mban galaktikat së bashku? Si filloi gjithçka? Si do të mbarojë? Këto janë pyetje që shkencëtarët po përpiqen të përgjigjen tani, dhe çdo përgjigje që gjejmë na çon më thellë në misterin e ekzistencës. Por edhe pa këto përgjigje, edhe me të gjitha pyetjet që ende kemi, një gjë është e qartë. Ne jemi pjesë e diçkaje të jashtëzakonshme. Ne jemi pjesë e një universi që është aq i madh, aq i vjetër, aq kompleks, sa mendja njerëzore mezi mund ta përfityrojë. Dhe megjithatë, ne jemi këtu. Ne ekzistojmë. Ne jemi të vetëdijshëm. Ne mund të mendojmë për këto gjëra. Ne mund të bëjmë pyetje. Ne mund të kërkojmë përgjigje. Dhe ndërsa kërkojmë këto përgjigje, ndërsa vazhdojmë të eksplorojmë misteret e universit, ne po vazhdojmë udhëtimin ton në përhapësirë. Çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, ne po lvizim më tej në errësirën kozmike. Po zbulojmë territore të reja, po shohim pamje të reja, po përjetojmë momente të reja. Dhe ky udhëtim i pabesueshëm në përhapësirë dhe kohë, është diçka që na bashkon të gjithëve. Pra, herën tjetër kur ndjeni se jeni të palvishëm, herën tjetër kur mendoni se gjërat janë të qëndrueshme dhe të pandryshueshme, kujtoni këtë. Ju po udhtoni nëpër univers me 2 milion kilometra në orë. Ju jeni një pasagjer në anijen më të shpejtë, më të çuditshme, më të mahnitshme që ka ekzistuar ndonjëherë. Dhe ky udhtim i pabesueshëm është realiteti juaj, është realiteti i të gjithëve. Është e vërteta që fshihet pas iluzionit të qëndrueshmërisë. Dhe tani që e dini këtë të vërtet, pyetja bëhet: si ndryshon kjo mënyrën se si jetoni jetën tuaj? Si ndryshon kjo mënyrën se si i shikoni problemet tuaja, shpresën tuaja, ëndrat tuaja? Sepse kur e kuptoni se jeni në një udhtim kozmik që nuk ndalet kurrë, çdo moment bëhet më i çmuar. Çdo përvojë bëhet më e rëndësishme. Çdo lidhje me një qenie tjetër njerëzore bëhet më e thellë. Ne nuk jemi thjesht duke jetuar në një planet. Ne jemi duke udhëtuar nëpër univers. Dhe ky udhëtim, me të gjitha misteret e tij, me të gjitha pyetjet e tij, me të gjithë bukurinë e tij, është aventura më e madhe që njerëzimi ka përjetuar ndonjëherë. Është një aventurë që vazhdon çdo sekond, çdo ditë, çdo vit. Dhe ne jemi të gjithë pjesë e saj. Por si e dim ne të gjitha këto? Si mund të matim shpejtësi që janë aq të mëdha sa sfidojnë çdo përvojë njerëzore? Kjo është historia e një prej aventurave më të jashtëzakonshme intelektuale të njerëzimit. Një histori që fillon me vëzhgjime të thjeshta të qelit dhe përfundon me matje aq të sakta sa mund të përcaktojnë lëvizjen tonë në përhapësirë me saktësi deri në centimetra në sekond. Imagjinoni se jeni një astronom në shekullin e 17. Ju nuk keni teleskop të fuqishëm, ju nuk keni kompjuter, ju nuk keni asnjë kuptim të qartë se sa i madh është universi. Por ju keni diçka, durim dhe syt tuaj. Çdo natë, për vite me radhë, ju shënoni pozicionin e yjeve. Ju vini re se disa yje duken se lëvizin pak në lidhje me yjet e tjerë. Këto janë planetët. Emri i tyre vjen nga fjala greke që do të thotë endacak, sepse ata endasin në përqell, ndërsa yjet e tjerë duken të fiksuar. Por ka diçka të çuditshme. Nëse vëzgoni me kujdes, do të vini re se pozicioni i disa yjeve të largët ndryshon pak gjatë vitit. Në janar, një yll mund të duket pak më në të majt, në korrik pak më në të djathtë. Ky ndryshim është i vogël, aq i vogël sa është pothuajse i padukshëm, por ai është real dhe ai ju tregon diçka të jashtëzakonshme. Toka po lviz. Ky efekt quhet paralaks dhe ai është çelësi për të kuptuar lëvizjen tonë në përhapësirë. Kur toka lëviz rreth diellit, ne po i shikojmë universin nga pika të ndryshme. Është si të shikoni një pemë nga dy anë të ndryshme të një rruge. Pema duket se ka lvizur, por në realitet jeni ju që keni lvizur. Astronomët e shekullit të 19 përdorën këtë efekt për të matur distancat deri te yjet për herë të parë, dhe në procesin e bërjes së këtyre matjeve, ata provuan përtej çdo dyshimi se toka vërtet po lviz rreth diellit. Por si e matuan ata shpejtësinë e saktë? Kjo kërkoi një seri zbulimesh që zgjatën shekuj. Së pari, ata duhej të dinin distancën midis tokës dhe diellit.
Kjo distancë, e quajtur njenjësi astronomike, u bë guri themelor i të gjitha matjeve kozmike. Në vitin 1761, astronomët nga e gjithë bota bashkëpunuan për të vëzhguar kalimin e Venusit përpara Diellit. Duke krahasuar vëzhgimet nga vende të ndryshme në tokë, ata ishin në gjendje të llogaritën distancën deri te Dielli me një saktësi të mahnitshme për kohën, 150 milion kilometra. Kjo ishte distanca. Dhe pasi e dinin këtë, matematika bëhej e thjeshtë. Nëse toka përshkon një orbit me një perimetër prej rreth 980 milion kilometra në 365 ditë, atëherë shpejtësia është 107.000 kilometra në orë. Por kjo ishte vetëm fillimi, sepse tani ata duhej të mësonin se sa shpejt po lvizte dielli vet. Kjo ishte një sfidë shumë më e madhe. Si mund të matni shpejtësinë e diellit kur nuk keni asnjë pikë referance jashtë sistemit diellor? Përgjigja erdhi nga një zbulim i papritur në fillim të shekullit të 20. Astronomët filluan të studiojnë spektrin e dritës nga yjet e largët. Çdo element kimik thith dhe emetuon dritë në gjatësi vale specifike. Kur shikoni spektrin e një ylli, shihni vija të errta dhe të ndritshme që korespondojnë me elementet që përbëjnë yllin. Por diçka ishte e çuditshme. Vijat në spektrin e yjeve të largët nuk ishin saktësisht ku duhej të ishin. Ato ishin zhvendosur pak drejt të kuqes ose drejt të kalltrit. Ky zhvendosje quhet efekti Doppler. Është i njëjti efekt që dëgjoni kur një makinë ambulanse kalon pranë jush. Kur ambulanca po vjen drejt jush, zëri i sirenës duket më i lartë. Kur po largohet, duket më i ulët. Kjo ndodh sepse valët zanore po kompresohen ose po zgjaten për shkak të lëvizjes. E njëjta gjë ndodh me dritën. Nëse një yll po lëviz drejt nesh, drita e tij zhvendoset drejt të kalltrit. Nëse po largohet, zhvendoset drejt të kuqes. Duke matur këtë zhvendosje, astronomët mund të përcaktojnë shpejtësinë me të cilën një yll po lëviz në lidhje me ne. Dhe kur ata filluan të bëjnë këto matje për yjet në galaktikën tonë, zbuluan diçka të mahnitshme. Yjet në anën e galaktikës që është përpara nesh, në drejtimin e lëvizjes son rreth qendrës së galaktikës, po tregojnë një zhvendosje drejt të kalltrit. Yjet në anën e pasme po tregojnë një zhvendosje drejt të kuqes. Kjo do të thotë se ne po lëvizim. Dhe duke analizuar këto zhvendosje me kujdes, astronomët ishin në gjendje të llogaritën shpejtësinë tonë, 220 kilometra në sekond, rreth qendrës së galaktikës, 800.000 kilometra në orë. Por historia bëhet edhe më interesante. Në vitet 20 të shekullit të 20, astronomu amerikan Edwin Hubble bëri një zbulim që do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si e kuptonim universin. Ai zbuloi se pothuajse të gjitha galaktikat po largohen nga ne, dhe sa më larg ishte një galaktik, aq më shpejt po largohej. Kjo nuk do të thoshte se ne ishim në qendër të universit, do të thoshte se universi vet po zgjerohej. Imagjinoni një balon që po fryhet. Nëse vizatoni pika në sipërfaqen e balonit dhe pastaj e fryni atë, çdo pik do të largohet nga çdo pik tjetër. Asnjë pik nuk është në qendër. Të gjitha janë të barabarta. Kjo është saktësisht ajo që po ndodh në universin. Hapësira vet po zgjerohet dhe galaktikat po largohen nga njëra tjetra jo sepse po lëvizin në përhapësirë, por sepse hapësira midis tyre po rritet. Ky zbulim kishte implikime të thella për kuptimin ton të lëvizjes, sepse tani ne e dinim se lëvizja jon në përhapësirë nuk ishte vetëm një çështje e orbitave dhe gravitacionit, ishte gjithashtu një çështje e zgjerimit të vet universit. Ne po lëvizim në një hapësirë që vet po ndryshon, po rritet, po evoluon. Është si të përpiqesh të ecësh në një rrugë lëvizse që vet po zgjerohet. Destinacioni yt po largohet edhe ndërsa ti po ecën drejt tij. Por si e matuan astronomët lëvizjen tonë drejt atraktorit të madh? Kjo kërkoi një teknik edhe më të sofistikuar. Në vitet 80, astronomët filluan të studiojnë atë që quhet rrezatimi kozmik i sfondit. Ky është një lloj rrezatimi që mbush të gjithë universin. Është një mbetje nga shpërtimi i madh, momenti kur universi filloi. Ky rrezatim është pothuajse i njëjtë në të gjitha drejtimet, por ka një asimetri të vogël. Në një drejtim të qiellit, rrezatimi është pak më i ngrohtë. Në drejtimin e kundërt,
është pak më i ftohtë. Kjo asimetri na tregon se ne po lvizim në lidhje me këtë rrezatim. Është si të ndjesh erën në fytyr kur po ecën. Era duket më e fortë në drejtimin që po shkon. E njëjta gjë ndodh me rrezatimin kozmik. Duke matur këtë asimetri, astronomët ishin në gjendje të përcaktojnë shpejtësinë tonë absolute nëpër univers, rreth 600 km në sekond, 2.160.000 km/h. Mendoni për saktësinë e kësaj matjeje? Ne jemi duke matur lëvizjen tonë në lidhje me një rrezatim që u krijua 13 miliard e 800 milion vjet më parë. Ne jemi duke përdorur dritën nga fillimi i universit si një busull kozmike. Kjo është një nga arritjet më të mahniqme të shkencës moderne dhe ajo na tregon diçka të thellë për natyrën e realitetit. Gjithçka është e lidhur, e kaluara, e tashmia, e ardhmja. Të gjitha janë pjesë e së njëjtës pëllhure kozmike. Por këtu është diçka që shumica e njerëzve nuk e kuptojnë. Këto shpejtësi që po diskutojmë nuk janë absolute në kuptimin tradicional. Ato janë relative. Kur themi se po lvizim me 2 milion km/h, po e matim këtë në lidhje me rrezatimin kozmik të sfondit. Por dikush në një galaktik tjetër, duke bërë të njëjtën matje, do të gjente një shpejtësi të ndryshme, sepse ata po lvizin në një drejtim të ndryshëm, me një shpejtësi të ndryshme. Kjo është thelbi i relativitetit. Nuk ka një kornizë absolute të referencës. Çdo matje e lvizjes është relative ndaj diçkaje tjetër. Ju mund të thoni se jeni duke u lvizur me 2 milion km/h në lidhje me rrezatimin kozmik të sfondit, por ju gjithashtu mund të thoni se jeni plotësisht të palvizshëm dhe se është universi që po lviz rreth jush. Të dyja këto deklarata janë po aq të vlefshme nga pikpamja e fizikës. Kjo mund të duket si një lojë me fjalë, por ajo ka pasoja të vërteta. Ajo do të thotë se pyetja sa shpejt po lvizim nuk ka një përgjigje të vetme absolute. Përgjigja varet nga se në lidhje me çfarë po e matni lvizjen, dhe kjo na çon në një kuptim më të thellë të natyrës së lvizjes. Lvizja nuk është një pronë absolute e një objekti. Është një marrëdhënie midis objekteve. Le të shqyrtojmë një eksperiment mendor. Imagjinoni se jeni i vetmi objekt në univers. Nuk ka yje, nuk ka galaktika, nuk ka asgjë tjetër. Vetëm ju. Në këtë skenar, a do të kishte kuptim të flisnim për lvizjen tuaj? A do të mund të thoshit se po lvizni me një shpejtësi të caktuar? Përgjigja është jo, sepse lvizja kërkon një pikë reference. Pa diçka tjetër për t'u krahasuar, koncepti i lvizjes humbet kuptimin. Ky eksperiment mendor na tregon diçka të thellë. Ai na tregon se lvizja nuk është një pronë intrinsike e objekteve. Është një marrëdhënie. Dhe kjo marrëdhënie ekziston vetëm sepse universi është plot me objekte të tjera. Yjet, galaktikat, rrezatimi kozmik, të gjitha këto na japin pika reference që na lejojnë të flasim për lëvizjen. Por ka një paradoks këtu. Nëse lëvizja është relative, nëse nuk ka një kornizë absolute të referencës, atëherë si mund të themi se po lvizim me një shpejtësi të caktuar? Si mund të themi se po udhtojmë me 2 milion km/h? Përgjigja është se ne po zgjedhim një kornizë specifike të referencës, rrezatimin kozmik të sfondit. Kjo është korniza më natyrore për të matur lëvizjen tonë në shkallë kozmike, sepse ky rrezatim është pothuajse i njëjtë në të gjithë universin. Por edhe kjo zgjedhje është arbitrare në një kuptim. Ne mund të zgjedhim çdo kornizë tjetër të referencës dhe do të merrnim një përgjigje të ndryshme. Kjo nuk do të thotë se një përgjigje është e saktë dhe tjetra e gabuar. Do të thotë se të dyja janë të sakta, por në korniza të ndryshme të referencës. Kjo është bukuria dhe kompleksiteti i relativitetit. Tani le të shqyrtojmë një aspekt tjetër të lvizjes son, rrotullimin e tokës. Ne e dim se toka rrotullohet rreth boshtit të saj një herë çdo 24 orë, por si e dim këtë? Si mund ta provoni se toka po rrotullohet kur gjithçka rreth jush duket e palvishme? Kjo ishte një pyetje që shqetësoi mendjet më të mira për shekuj. Në vitin 1851, fizikani francez Léon Foucault kreu një eksperiment që do të provonte përtej çdo dyshimi se toka po rrotullohet. Ai vari një pendul të gjatë nga kupola e Panteonit në Paris. Penduli ishte i lirë të lëkunte në çdo drejtim.
Foucault e shtyu pendulin dhe filloi ta vëzhgoi. Dhe ajo që pa ishte e mahniqme. Plani i lëkundjes së pendulit filloi të rrotullohej ngadalë. Çdo orë ai rrotullohej me disa gradë. Por penduli vet nuk po ndryshonte drejtimin e lëkundjes së tij. Ishte toka që po rrotullohej poshtë tij. Ky eksperiment ishte një demonstrim i drejtë për drejtë i dukshëm i rrotullimit të tokës. Për herë të parë, njerëzit mund të shihnin me sytë e tyre se planeti i tyre po lvizte. Eksperimenti i Foucault kishte një ndikim të thellë në mendjen publike. Ai e bëri rrotullimin e tokës real në një mënyrë që asnjë argument teorik nuk mund ta bënte. Njerëzit mund të shikonin pendulin duke u rrotulluar ngadalë dhe ata mund të kuptonin se ishte toka që po lvizte, jo penduli. Ishte një moment transformues në historinë e shkencës. Por eksperimenti i Foucault gjithashtu na tregon diçka më të thellë për natyrën e lëvizjes. Ai na tregon se edhe kur nuk mund ta ndejmë lëvizjen drejt për drejt, ne mund ta detektojmë atë nëpërmjet efekteve të saj. Rrotullimi i tokës krijon forca që ndikojnë në mënyrën se si objektet lëvizin në sipërfaqen e saj. Këto forca janë të vogla, por ato janë të matshme, dhe ato na japin një dritare në lëvizjen që nuk mund ta perceptojmë drejt për drejt. Ka një forcë tjetër që krijohet nga rrotullimi i tokës, forca Coriolis. Kjo forcë ndikon në mënyrën se si ajri dhe uji lëvizin në sipërfaqen e tokës. Ajo është arsyeja pse stuhit rrotullohen në drejtimin e kundërt të akrepave të orës në hemisferën veriore dhe në drejtimin e akrepave të orës në hemisferën jugore. Ajo është arsyeja pse oqeanet kanë rrymë që rrjevin në modele specifike. Ajo është arsyeja pse balistika e raketave duhet të marrë parasysh rrotullimin e tokës. Forca Coriolis është një shembull i përsosur i asaj se si lëvizja jonë nëpër hapësirë ndikon në çdo aspekt të jetës në tokë. Edhe kur nuk e ndjejmë drejt për drejt, ajo është atje, duke formësuar mënyrën se si funksionon planeti ynë. Është një kujtesë e vazhdueshme se ne nuk jemi në një platformë statike. Ne jemi në një objekt dinamik, në lëvizje të vazhdueshme, që ndërvepron me forcat e natyrës në mënyra komplekse. Por le të kthehemi te pyetja e shpejtësisë. Ne e dim se po lvizim me shpejtësi të ndryshme në shkallë të ndryshme. 1670 km/h për shkak të rrotullimit të tokës, 107.000 km/h rreth diellit, 800.000 km/h rreth qendrës së galaktikës, 2.160.000 km/h drejt atraktorit të madh. Por si kombinohen këto shpejtësi? Kjo është një pyetje më komplekse se sa duket. Ju nuk mund thjesht t'i shtoni këto shpejtësi së bashku, sepse ato janë në drejtime të ndryshme. Disa janë në të njëjtën drejtim, disa janë në drejtime të kundërta, disa janë në kënd. Për të gjetur shpejtësinë tonë totale, duhet të përdorim një teknik matematikore që quhet shtimi vektorial. Imagjinoni se jeni në një anije që po lundron në një lum. Anija po lviz me 10 km/h në lidhje me ujin, por uji vet po rrjedh me 5 km/h. Sa shpejt po lvizni në lidhje me bregun? Nëse po lundroni në të njëjtën drejtim me rrjedhën, shpejtësia juaj është 15 km/h. Nëse po lundroni në drejtimin e kundërt, është 5 km/h. Nëse po lundroni pingul me rrjedhën, shpejtësia juaj është rreth 11 km/h. E njëjta logjik aplikohet për lëvizjen tonë nëpër hapësirë. Çdo lëvizje ka një drejtim dhe një madhësi. Dhe kur kombinojmë të gjitha këto lëvizje, marrin një vektor total që përfaqëson lëvizjen tonë absolute nëpër univers. Kjo është shpejtësia që matim në lidhje me rrezatimin kozmik të sfondit, rreth 600 km/s, ose 2.160.000 km/h. Por edhe kjo shifër nuk tregon historinë e plot, sepse universi vet po zgjerohet. Galaktikat e largëta po largohen nga ne me shpejtësi që të i kalojnë shpejtësinë e dritës, jo sepse po lvizin nëpër hapësira të shpejtë, por sepse hapësira midis nesh dhe tyre po zgjerohet. Kjo është një lloj lëvizjeje tjetër, një lloj që nuk mund të matet në të njëjtën mënyrë si lëvizjet e tjera që kemi diskutuar. Zgjerimi i universit na çon në një pyetje filozofike të thellë. Çfarë do të thotë të lëvizësh kur vet hapësira po ndryshon? Nëse po ecni në një rrugë që vet po zgjerohet, a jeni duke u lvizur apo jo?
Përgjigja varet nga se si e përkufizoni lëvizjen. Nëse e përkufizoni si një ndryshim në pozicionin tuaj në lidhje me objektet e tjera, atëherë po, jeni duke u lëvizur. Por nëse e përkufizoni si një ndryshim në pozicionin tuaj në lidhje me vetë hapësirën, atëherë përgjigja është më komplekse. Kjo është një nga pyetjet që fizika moderne ende po përpiqet të përgjigjet plotësisht. Marrëdhënia midis lëvizjes dhe zgjerimit të hapësirës është një nga temat më të diskutuara në kozmologji, dhe ajo na çon në pyetje edhe më të thella për natyrën e hapësirës, kohës dhe realitetit. Por le të kthehemi te diçka më konkrete. Le të flasim për atë që do të thotë të përjetosh këto shpejtësi. Nëse do të mund të ndaloni papritur të gjitha këto lëvizje, çfarë do të ndodhte? Imagjinoni se një forcë magjike ndalon papritur rrotullimin e tokës. Çfarë do të përjetonit? Së pari, gjithçka që nuk është e fiksuar fort në tokë do të vazhdonte të lëvizte me 1670 km/h. Ajri, uji, ndërtesat, njerëzit. Gjithçka do të hidhej përpara me një forcë të pabesueshme. Do të ishte si të goditeshit nga një erë me shpejtësinë e zërit. Shkatërrimi do të ishte total dhe i menjëhershëm. Çdo gjë e gjallë në sipërfaqen e tokës do të shkatërrohej në një çast. Por kjo është vetëm fillimi. Nëse do të ndaloni gjithashtu lëvizjen e tokës rreth diellit, planeti ynë do të fillonte të binte drejt diellit. Pa forcën centrifugale që e mban në orbit, graviteti i diellit do të na tërhiqte drejt për drejt drejt tij. Brenda disa muajsh, toka do të përplasej me diellin duke u shkatërruar plotësisht. Dhe nëse do të ndaloni gjithashtu lëvizjen e diellit rreth qendrës së galaktikës, sistemi ynë diellor do të fillonte të binte drejt qendrës së galaktikës. Udhëtimi do të zgjaste miliona vjet, por fundi do të ishte i njëjtë. Shkatërrim total, kur do të përplaseshim me masën e dendur të qendrës galaktike. Këto skenar janë natyrisht, plotësisht hipotetik. Nuk ka forcë në univers që mund të ndaloj papritur këto lëvizje, por ato na ndihmojnë të kuptojmë se sa thelbësore është lëvizja për ekzistencën tonë. Ne nuk jemi thjesht duke u lëvizur në përhapësirë, ne jemi duke u mbajtur gjallë nga kjo lëvizje. Orbitat tona, rrotullimet tona, udhëtimet tona nëpër galaktik, të gjitha janë pjesë e një ekuilibri delikat që e bën jetën të mundur. Kjo na çon në një kuptim të ri të asaj që do të thotë të jesh i gjallë në këtë univers. Ne nuk jemi vëzhgues statik të një bote që ndryshon. Ne jemi pjesëmarrës aktiv në një valle kozmike që nuk ndalet kurrë. Çdo frym që merrni, çdo rrahje e zemrës suaj, çdo mendim që kalon nëpër trurin tuaj, është pjesë e kësaj valle. Ju jeni duke u lëvizur, duke u rrotulluar, duke u hedhur në përhapësirë me shpejtësi që sfidojnë imagjinatën. Dhe kjo lëvizje nuk është kaotike. Ajo nuk është e rastësishme. Ajo ndiqet ligje të sakta, të parashikueshme të fizikës. Çdo orbit, çdo rrotullim, çdo udhëtim nëpër galaktik, të gjitha janë të qeverisura nga ligje që mund të shprehen në ekuacione matematikore. Kjo është një nga mrekullitë më të mëdha të universit, se kaosi i dukshëm i lëvizjes fsheh një rend të thellë, një strukturë që mund të kuptohet, të matet, të parashikohet. Por edhe me të gjithë këtë kuptim, edhe me të gjitha matjet tona të sakta, ende ka një mister në zemër të lëvizjes. Pse po lëvizim? Çfarë filloi të gjithë këtë lëvizje? Përgjigja na çon prapa në fillimin e universit, në shpërthimin e madh. Në atë moment, 13 miliardë 800 milion vjet më parë, gjithçka që ekziston sot ishte e përqendruar në një pikë të vetme, infinitisht të vogël dhe infinitisht të dendur. Dhe pastaj, për arsye që ende nuk i kuptojmë plotësisht, ajo pikë filloi të zgjerohet. Hapësira vet filloi të rritet, dhe në atë zgjerim, lëvizja u krijua. Grimcat filluan të lëvizin, të përplasen, të kombinohen, yjet u formuan, galaktikat u krijuan, planetet u lindën. Dhe gjatë gjithë këtij procesi, lëvizja ishte konstante. Ajo ishte motori që drejtoi evolucionin e universit nga një sup i thjeshtë i grimcave në kompleksitetin e mahnitshëm që shohim sot. Pra, kur pyesim pse po lëvizim, përgjigja është sepse universi filloi me lëvizje. Dhe ajo lëvizje nuk ka ndaluar kurrë. Ajo ka evoluar, ka ndryshuar formë, ka krijuar struktura të reja, por ajo
nuk ka pushuar kurrë dhe ajo nuk do të pushojë kurrë. Deri në fund të universit, çfarëdo që të jetë ai fund, lëvizja do të vazhdojë. Kjo na jep një perspektivë të re për vendin tonë në univers. Ne nuk jemi thjesht banor të një planeti. Ne jemi trashëgjimtar të një lëvizjeje që filloi në fillimin e kohës. Çdo atom i trupit tonë, çdo molekulë që na përbën, ka qenë në një udhtim që ka zgjatur miliarda vjet. Ne jemi të bërë nga yjet, siç thoshte astronomu Carl Sagan, por më shumë se kaq, ne jemi të bërë nga lëvizja e yjeve. Ne jemi manifestimet e një procesi kozmik që nuk ka fillim dhe nuk ka fund që mund të perceptojmë. Dhe kjo na çon në një pyetje finale për këtë pjesë të historisë. Si ndryshon ky kuptim mënyrën se si jetojmë jetën tonë? Kur e dini se jeni duke u hedhur nëpër univers me 2 milion kilometra në orë, kur e kuptoni se çdo moment i jetës suaj po ndodh në një pikë të re të hapësirës që nuk do të vizitoni kurrë përsëri, si ndikon kjo në zgjedhjet që bëni? Për disa, ky kuptim mund të sjellë një ndjenjë të vogëlsisë. Ne jemi aq të vegjël në krahasim me shkallën e universit, jeta jonë është aq e shkurtër në krahasim me kohën kozmike. Por ka një mënyrë tjetër për ta parë këtë. Çdo moment i jetës suaj është unik, i papërsëritshëm, i çmuar, sepse ai po ndodh në një pikë specifike të hapësirës dhe kohës që nuk do të ekzistojë kurrë përsëri. Ju nuk jeni thjesht duke jetuar. Ju jeni duke krijuar një gjurmë nëpër univers, një rrugë që askush tjetër nuk ka ndjekur dhe askush tjetër nuk do të ndjek kurrë. Por çfarë do të thotë kjo lëvizje për realitetin që përjetojmë çdo ditë? Si ndikon ky udhtim kozmik në mënyrën se si funksionon trupi juaj, si perceptoni kohën, si ndërvepron çdo qelizë e trupit tuaj me universin? Kjo është ku shkenca bëhet personale, ku shifrat astronomike transformohen në të vërteta biologjike, sepse çdo atom i trupit tuaj, çdo molekulë që ju mban gjallë, është duke u lëvizur me 2 milion kilometra në orë. Dhe kjo lëvizje ka pasoja që ndikojnë në çdo aspekt të ekzistencës suaj. Le të fillojmë me diçka që duket e thjeshtë, frymëmarrjen tuaj. Çdo herë që merrni frymë, ju po thithni rreth gjysmë litri ajër. Ky ajër përmban rreth 25 triliard molekula oksigjeni. Çdo molekul po lëviz me shpejtësinë mesatare prej rreth 500 metra në sekond brenda mushkrive tuaja. Por kjo është vetëm lëvizja e tyre relative. Në të njëjtën kohë, këto molekula së bashku me ju po udhtojnë në përhapësirë me 2 milion kilometra në orë. Imagjinoni këtë. Një molekullë oksigjeni hyn në mushkrit tuaja, këtu, në këtë moment. Ajo kalon nëpër alveolat, lidhet me hemoglobinën në gjakun tuaj, udhton nëpër arteriet deri në zemër, pastaj dërgohet në një qelizë në trurin tuaj. Gjatë gjithë këtij udhtimi, që zgjat vetëm disa sekonda, ajo molekul ka udhtuar gjithashtu mijëra kilometra në përhapësirë. Kur ajo arrin në qelizën e trurit tuaj, ju jeni në një pikë plotësisht të ndryshme të universit, nga aty ku ishit kur e thithët ata. Kjo do të thotë se çdo mendim që keni, çdo kujtim që formoni, çdo vendim që merrni, po ndodh në një vend të ri në univers. Truri juaj nuk është një organ statik që përpunon informacion në një vend të fiksuar. Është një makinë dinamike që po krijon vetëdije ndërsa po hidhet në përhapësirë me shpejtësi të pabesueshme. Çdo lidhje neuronale që formohet, çdo impuls elektrik që kalon nëpër qelizat nervore, po ndodh në një kontekst kozmik që ndryshon çdo milisekond. Por ka diçka edhe më të çuditshme. Lëvizja jonë në përhapësirë ndikon në mënyrën se si përjetojmë kohën. Sipas teorisë së relativitetit të Einsteinit, sa më shpejt të lëvizni, aq më ngadalë kalon koha për ju në krahasim me dikë që është më pak në lëvizje. Ky efekt quhet zgjerimi i kohës. Dhe megjithëse është i vogël në shpejtësitë që ne përjetojmë, ai është real dhe i matshëm. Le ta llogarisim këtë. Nëse po lëvizni me 2 milion kilometra në orë, kjo është rreth 560 kilometra në sekond. Kjo është rreth 0.2% e shpejtësisë së dritës. Në këtë shpejtësi, zgjerimi i kohës është jashtëzakonisht i vogël. Për çdo 1 miliard sekonda që kalojnë për dikë që është i palëvizshëm, në thonjeza, sepse askush nuk është vërtet i palëvizshëm, për ju kalojnë 1 miliard sekonda minus rreth 2 sekonda.
Kjo mund të duket e papërfillshme, por mendoni për këtë. Gjatë gjithë jetës suaj, që le të themi është 80 vjet, ju keni përjetuar rreth 2 miliardë e 500 milion sekonda. Për shkak të lëvizjes suaj në përhapësirë, koha juaj ka qenë rreth 5 sekonda më e ngadalt se sa do të ishte nëse do të ishit të palëvizshëm. Kjo do të thotë se ju jeni 5 sekonda më i ri se sa do të ishit ndryshe. Tani 5 sekonda nuk duket shumë, por kjo është vetëm për shkak të lëvizjes son në përhapësirë. Ka efekte të tjera që janë shumë më të mëdha. Për shembull, graviteti gjithashtu ndikon në kohën. Sa më afër jeni një objekt masiv, aq më ngadalë kalon koha për ju. Kjo do të thotë se koha kalon më ngadalë në sipërfaqen e tokës se sa në hapësirë. Satelitët GPS duhet të korrigjojnë për këtë efekt, përndryshe do të jepnin pozicione të gabuara. Por le të kthehemi te lëvizja. Ka një paradoks interesant këtu. Ne po lëvizim me shpejtësi të jashtëzakonshme, por ne nuk e ndjejmë. Pse? Sepse trupi ynë është evoluar për të perceptuar vetëm ndryshimet në lëvizje, jo lëvizjen absolut. Kur jeni në një makinë që po lëviz me shpejtësi konstante në një rrugë të drejtë, ju nuk e ndjeni lëvizjen. Ju e ndjeni vetëm kur makina përshpejton, ngadalson ose kthehet. E njëjta gjë ndodh me lëvizjen tonë në përhapësirë. Toka po rrotullohet me shpejtësi konstante. Ajo po orbiton rreth diellit me shpejtësi konstante. Dieli po orbiton rreth qendrës së galaktikës me shpejtësi konstante. Të gjitha këto lëvizje janë të qëndrueshme, të parashikueshme, të vazhdueshme. Prandaj, ne nuk i ndjejmë ato. Por ka momente kur mund të ndjejmë efektet e tyre. Kur shikoni një perëndim dieli, ju po shikoni një fenomen që është drejt për drejt i lidhur me rrotullimin e tokës. Dieli nuk po lëviz poshtë horizontit. Është toka që po rrotullohet, duke ju larguar në dielli. Çdo perëndim dielli është një kujtesë vizuale e lëvizjes son të vazhdueshme. Kur shikoni hënën në qel, ju po shikoni një objekt që është i lidhur me ne nga graviteti, por që gjithashtu po largohet nga ne me rreth 4 cm në vit. Kjo largim po ndodh sepse hëna po vjedh energji nga rrotullimi i tokës nëpërmjet forcave të baticës. Çdo vit, dita në tokë bëhet pak më e gjatë dhe hëna lëviz pak më larg. Kjo është një proces që ka vazhduar për miliarda vjet dhe do të vazhdojë për miliarda vjet të tjera. Kur shikoni yjet në një natë të qartë, ju po shikoni një pamje që është ndikuar nga të gjitha lëvizjet tona. Pozicioni i çdo yli në qiell ndryshon pak çdo natë për shkak të lëvizjes son rreth diellit. Gjatë një viti, disa yje duken se lëvizin në modele të vogla eliptike në qiell. Kjo është paralaksa që diskutuam më parë. Është një dëshmi e drejtë për drejtë e dukshme e lëvizjes son në përhapësirë. Por ka një mënyrë tjetër për të perceptuar lëvizjen tonë, një mënyrë që është më e drejtë për drejtë dhe më personale. Çdo herë që ndjeni erën në fytyrë, ju po përjetoni një efekt të rrotullimit të tokës. Ajri në atmosferë nuk rrotullohet me të njëjtën shpejtësi në të gjitha gjerësitë. Në ekuator, ajri po lviz me 1670 km/h. Në polin verior ose jugor, ajri është pothuajse i palëvizshëm në lidhje me sipërfaqen. Kjo diferenca në shpejtësi krijon modele të erës që ndikojnë në klimën e gjithë planetit. Erat tregtare, erat perëndimore, monsunët, të gjitha janë pasoja të drejtë për drejta të rrotullimit të tokës. Kur ndjeni një fllad ere, ju po ndjeni një manifestim të lëvizjes kozmike. Ajri që prek fytyrën tuaj është duke u lvizur jo vetëm për shkak të diferencave në presion, por gjithashtu për shkak të faktit se planeti në këmbët tuaja po rrotullohet me shpejtësi të pabesueshme. Tani le të shqyrtojmë një aspekt tjetër të lëvizjes son, ndikimin e saj në teknologjinë moderne. Çdo satelit që orbiton tokën, çdo sond hapësinore që dërgojmë në planete të tjera, çdo sistem GPS që përdorim për të naviguar, të gjitha duhet të marrin parasysh lëvizjen tonë në përhapësirë. Kjo nuk është një detaj i vogël, është thelbësore për funksionimin e tyre. Kur NASA dërgon një sond në Mars, inxhinierët duhet të llogaritën jo vetëm ku është Marsi tani, por ku do të jetë kur sonda arrin atje. Kjo kërkon një kuptim të saktë të lëvizjes së Marsit rreth diellit, lëvizjes së tokës rreth diellit dhe lëvizjes së diellit nëpër galaktik. Çdo gabim i vogël në këto llogaritje mund të rezultojë në humbjen e sondës në hapësirë. Sistemi GPS funksionon duke matur kohën që i duhet një sinjali radio për të udhëtuar nga një satelit në pajisjen tuaj.
por për të bërë këtë me saktësi, satelitët duhet të korrigjojnë për efektet relativiste. Sepse satelitët po lëvizin me shpejtësi të lartë dhe janë në një fushë gravitacionale më të dobët se sa në sipërfaqen e Tokës, koha kalon më shpejt për ta se sa për ne. Nëse nuk do të korrigjonin për këtë, sistemi GPS do të grumbullonte gabime prej disa kilometrash çdo ditë. Kjo do të thotë se çdo herë që përdorni GPS-in tuaj për të gjetur një adresë, ju po përfitoni nga një teknologji që merr parasysh teorinë e relativitetit të Einsteinit. Ju po përdorni një pajisje që korrigjon për efektet e lëvizjes dhe gravitacionit në kohë. Kjo është një shembull i përsosur i asaj se si shkenca teorike transformohet në teknologji praktike që ndikon në jetën tonë të përditshme. Por le të shkojmë më thellë. Le të shqyrtojmë se si lëvizja jonë në përhapësirë ndikon në vetë strukturën e materjes. Çdo atom i trupit tuaj përbëhet nga një bërtham e rrethuar nga një rre elektronesh. Këto elektrone nuk janë duke qëndruar në vend. Ato po lëvizin me shpejtësi të jashtëzakonshme rreth bërthamës. Shpejtësia e tyre është rreth 2 milion metra në sekond, ose rreth 1% e shpejtësisë së dritës. Por kjo është vetëm lëvizja e tyre relative brenda atomit. Në të njëjtën kohë, i gjithë atomi, me të gjithë elektronet e tij, po lëviz me 2 milion kilometra në orë në përhapësirë. Kjo do thotë se çdo elektron në trupin tuaj po ndjek një rrugë jashtëzakonisht komplekse në përhapësirë kohë. Ai po rrotullohet rreth bërthamës, ndërsa bërthama po rrotullohet me tokën, ndërsa toka po orbiton rreth diellit, ndërsa dieli po orbiton rreth qendrës së galaktikës, ndërsa galaktika po lëviz drejt atraktorit të madh. Nëse do të mund të vizualizonit rrugën e një elektroni të vetëm në përhapësirë kohë gjatë një dite, do të shihnit një model aq kompleks, aq të ndërthurur, aq të bukur, sa do të dukej si një vepër arti abstrakte. Dhe kjo po ndodh për çdo elektron në çdo atom të trupit tuaj. Miliarda, miliarda, miliarda elektrone, të gjitha duke ndjekur rrugë të ndryshme, të gjitha duke krijuar një tapiceri kozmike të lëvizjes. Por ka diçka eve më të çuditshme. Sipas mekanikës kuantike, elektronet nuk kanë një pozicion të saktë. Ato ekzistojnë në një gjendje të superpozicionit, ku ato janë në shumë vende njëkohësisht derisa të maten. Kjo do të thotë se çdo elektron në trupin tuaj nuk është thjesht duke ndjekur një rrugë në përhapësirë. Ai është duke ndjekur të gjitha rrugët e mundshme njëkohësisht. Kjo ide mund të duket e çmendur, por ajo është një pasojë e drejtë e mekanikës kuantike, një nga teoritë më të suksesme në historinë e shkencës, dhe ajo na tregon diçka të thellë për natyrën e realitetit. Në nivelin më themelor, universi nuk është deterministik. Ai nuk ndjek rrugë të sakta, të parashikueshme. Ai ekziston në një gjendje të mundësive, ku të gjitha rezultatet e mundshme ndodhin njëkohësisht derisa të vëzhgohen. Kjo ka implikime të çuditshme për kuptimin ton të lëvizjes. Nëse çdo grimc në trupin tuaj ekziston në një gjendje të superpozicionit, duke ndjekur të gjitha rrugët e mundshme njëkohësisht, atëherë çfarë do të thotë të thuash se po lëvizni me një shpejtësi të caktuar? Përgjigjja është se shpejtësia që matim është një mesatare, një rezultat statistikor i të gjitha mundësive kuantike. Por le të mos humbemi shumë në abstraksionet e mekanikës kuantike, le të kthehemi te diçka më konkrete. Le të flasim për atë që do të thotë të jesh i gjallë në një univers që është në lëvizje të vazhdueshme. Çdo qelizë e trupit tuaj është një makinë e vogël që po kryen miliona reaksione kimike çdo sekond. Çdo reakcion kërkon që molekulat të përplasen me njëra tjetrën me energji të mjaftueshme për të thyer dhe formuar lidhje kimike. Këto përplasje po ndodhin sepse molekulat po lëvizin. Ato po lëkundën, po rrotullohen, po udhtojnë në përqelizë me shpejtësi të larta. Kjo lëvizje quhet lëvizje termike dhe ajo është drejt për drejt e lidhur me temperaturën. Sa më e lartë temperatura, aq më shpejt lëvizin molekulat. Në temperaturën normale të trupit, rreth 37 gradë Celsius, molekulat po lëvizin me shpejtësi mesatare prej rreth 500 metra në sekond. Por kjo është vetëm lëvizja e tyre relative brenda qelizës. Në të njëjtën kohë, e gjithë qeliza me të gjitha molekulat e saj po lëviz me 2 milion kilometra në orë në përhapësirë.
Kjo do të thotë se çdo reakcion kimik që po ndodh në trupin tuaj, çdo molekul që po sintetizohet, çdo protein që po paloset në formën e saj funksionale, po ndodh ndërsa jeni duke u hedhur nëpër univers me shpejtësi të pabesueshme. Mendoni për këtë. Në këtë moment, truri juaj po përdor rreth 20% të energjisë totale të trupit tuaj. Kjo energji po përdoret për të mbajtur miliarda neurone aktive, për të dërguar sinjale elektrike në qelizave nervore, për të krijuar mendimet dhe perceptimet tuaja. Çdo mendim që keni kërkon energji, dhe kjo energji vjen nga ushqimi që hani, i cili përfundimisht vjen nga dielli. Dielli po krijon energji nëpërmjet fuzionit bërthamor. Çdo sekond, ai po shndërron rreth 4 milion ton materie në energji. Kjo energji udhëton në përhapësirë në formën e dritës dhe arrin tokën pas rreth 8 minutash. Bimet e kapin këtë energji nëpërmjet fotosintezës dhe shndërrojnë atë në ushqim. Ju hani bimët, ose hani kafshë që han bim, dhe trupi juaj e shndërron ushqimin në energji që mund të përdoret nga qelizat tuaja. Kjo do të thotë se çdo mendim që keni, çdo lëvizje që bëni, çdo frym që merrni, është e mundësuar nga energjia që erdhi nga dielli. Dhe dielli, me të gjithë sistemin diellor, po lëviz nëpër galaktik me 800.000 km/h. Kjo do të thotë se energjia që ju mban gjallë është energji që u krijua në një yll që po udhëton nëpër hapësirë me shpejtësi të pabesueshme. Ka një lidhje të thellë këtu. Ju nuk jeni thjesht një qenie që jeton në një planet. Ju jeni një manifestim i energjisë diellore, një mënyrë që universi ka gjetur për të organizuar veten në një formë që mund të mendoj, të ndjej, të përjetoj. Çdo atom i trupit tuaj u krijua në zemër të një ylli që shpërtheu miliarda vjet më parë. Ju jeni, në kuptimin më literal, i bërë nga yjet. Por më shumë se kaq, ju jeni i bërë nga lëvizja e yjeve, sepse pa lëvizjen, pa rrotullimin, pa orbitën, pa udhëtimin nëpër galaktik, asgjë nga kjo nuk do të ishte e mundur. Lëvizja është ajo që krijon kushtet për jetën. Ajo është ajo që mban planetin ton në një distancë të sigurt nga dielli, as shumë afër, as shumë larg. Ajo është ajo që krijon stinët, që sjell ndryshime në klim, që bën të mundur diversitetin e jetës. Tani le të shqyrtojmë një paradoks interesant. Ne po lëvizim me shpejtësi të jashtëzakonshme, por ne nuk mund ta ndalojmë këtë lëvizje. Nuk ka fren. Nuk ka mënyrë për të ngadalësuar. Ne jemi pasagjer në një anije kozmike që nuk ka kontroll. Kjo mund të duket e frikshme, por në realitet është çliruese, sepse kjo do të thotë se ne nuk jemi përgjegjës për lëvizjen. Ne nuk duhet ta menaxhojmë atë. Ajo thjesht ndodh dhe ne jemi pjesë e saj. Por ka një kuptim tjetër këtu. Nëse ne nuk mund ta kontrollojmë lëvizjen tonë nëpër hapësirë, çfarë mund të kontrollojmë? Përgjigja është: ne mund të kontrollojmë mënyrën se si përgjigjem ndaj kësaj lëvizjeje. Ne mund të zgjedhim të jetojmë me vetdije për udhëtimin ton kozmik, ose mund të zgjedhim të injorojmë atë. Ne mund të zgjedhim të shohim çdo moment si një mundësi unike, ose mund të zgjedhim ta marrim për të mirëqenë. Kjo zgjedhje është thelbësore, sepse mënyrën se si perceptojmë realitetin ndikon në mënyrën se si e përjetojmë atë. Nëse e shihni veten si një qenie statike në një botë statike, jeta mund të duket e parëndësishme, e përsëritur, e mërzitshme. Por nëse e shihni veten si një udhëtar kozmik, duke u hedhur nëpër univers me shpejtësi të pabesueshme, çdo moment bëhet një aventurë. Çdo përvojë bëhet unike. Çdo takim me një qenie tjetër njerëzore bëhet një mrekulli. Le të shqyrtojmë një shembull konkret. Imagjinoni se po takoni dikë për herë të parë. Ju po shtrëngoni duart, po shkëmbeni emra, po filloni një bisedë. Në sipërfaqe, kjo duket si një ngjarje e thjeshtë e zakonshme. Por nëse e shikoni nga një perspektivë kozmike, diçka e jashtëzakonshme po ndodh. Ju dhe personi tjetër jeni të dy duke u lëvizur në përhapësirë me 2 milion km/h. Ju jeni në të njëjtën anije kozmike duke ndarë të njëjtin udhëtim. Por më shumë se kaq, atomet që përbëjnë trupin tuaj dhe atomet që përbëjnë trupin e tyre u krijuan në yje të ndryshëm, në kohë të ndryshme, në vende të ndryshme të galaktikës. Këto atome kanë udhëtuar miliarda vjet në përhapësirë përpara se të takohen në këtë moment. Kur shtrëngoni duart,
ju po sjellni së bashku atome që kanë qenë në udhëtime të ndryshme kozmike për miliarda vjet. Ju po krijoni një lidhje që është, në kuptimin më literal, kozmike. Kjo nuk është një metaforë. Kjo është realiteti fizik i asaj që po ndodh. Çdo takim njerëzor është një takim i historive kozmike, një kryqëzim i rrugëve që filluan në fillimin e universit. Kjo perspektivë ndryshon mënyrën se si i shikojmë marrëdhëniet tona me të tjerët. Nëse e kuptojmë se të gjithë jemi në të njëjtin udhëtim kozmik, se të gjithë jemi të bërë nga e njëjta lëndë ujitare, se të gjithë po ndajmë të njëjtën aventurë nëpër hapësirë kohë, atëherë dalimet që na ndajnë duken më pak të rëndësishme. Kufijtë, gjuhët, kulturat, të gjitha janë konstrukte njerëzore. Në nivelin kozmik, ne jemi të gjithë një. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të shqyrtojmë se si lëvizja jonë nëpër hapësirë ndikon në vetë natyrën e kohës. Ne zakonisht mendojmë për kohën si diçka që rrjedh në mënyrë të njëtrajtshme, si një lumë që rrjedh me shpejtësi konstante. Por kjo është një iluzion. Koha nuk është absolute. Ajo është relative, e lidhur me hapësirën, e ndikuar nga lëvizja dhe gravitacioni. Sipas teorisë së relativitetit të Einsteinit, koha dhe hapësira janë të lidhura në një pëllhur të vetme që quhet hapësirë-kohë. Kur lëvizni nëpër hapësirë, ju gjithashtu po lëvizni nëpër kohë, por jo në mënyrën që mund të mendoni. Ju nuk po udhëtoni prapa në kohë ose përpara në kohë. Ju po përjetoni kohën me një ritëm që është pak i ndryshëm nga dikush që po lëviz me një shpejtësi të ndryshme. Kjo do të thotë se koha që përjetoni, ju nuk është e njëjtë me kohën që përjeton dikush tjetër. Nëse dy njerëz lindin në të njëjtën sekond, por njëri kalon jetën e tij duke udhëtuar me shpejtësi të larta, për shembull si një astronaut, ndërsa tjetri qëndron në tokë, astronauti do të jetë pak më i ri kur ata takohen përsëri. Kjo nuk është një efekt teorik. Kjo është një realitet i matshëm që është provuar në eksperimente të shumta. Eksperimenti më i famshëm u krye në vitin 1970 e një nga fizikanët Joseph Hafle dhe Richard Keating. Ata morën orë atomike shumë të sakta dhe i vendosën në avion që fluturuan rreth botës. Kur avionët u kthyen, orët në avion tregonin një kohë pak të ndryshme nga orët që kishin mbetur në tokë. Diferenca ishte vetëm disa nanosekonda, por ajo ishte saktësisht ajo që parashikonte teoria e relativitetit. Ky eksperiment provoi përtej çdo dyshimi se koha nuk është absolute. Ajo varet nga lëvizja juaj. Dhe kjo do të thotë se çdo person në tokë po përjeton kohën me një ritëm pak të ndryshëm në varësi të se ku ndodhen dhe sa shpejt po lëvizin. Dikush në ekuator, ku shpejtësia e rrotullimit të tokës është më e lartë, po përjeton kohën pak më ngadalë se dikush në pol. Diferenca është e vogël, aq e vogël sa është praktikisht e papërfillshme në jetën e përditshme. Por ajo ekziston, dhe ajo na tregon diçka të thellë për natyrën e realitetit. Koha nuk është një dimension i pavarur që ekziston jashtë nesh. Ajo është një pronë e universit që ndërturret me hapësirën dhe lëvizjen. Ne nuk jetojmë në kohë, ne jetojmë në hapësirë-kohë, një pëlhur 4 dimensionale ku e kaluara, e tashmia dhe ardhmja janë të gjitha të lidhura. Kjo ide ka implikime të çuditshme. Nëse koha dhe hapësira janë të lidhura, nëse lëvizja jonë nëpër hapësirë ndikon në mënyrën se si përjetojmë kohën, atëherë çfarë do të thotë të thuash se diçka ndodhi tani? Për ju, tani është ky moment. Por për dikë që po lëviz me një shpejtësi të ndryshme, tani mund të jetë një moment pak i ndryshëm. Kjo do të thotë se koncepti i një tani universal nuk ekziston. Çdo vëzhgues ka tanin e tij, dhe këto tani nuk përputhen gjithmonë. Kjo është një nga mësimet më të çuditshme dhe më të thella të fizikës moderne. Ajo na tregon se realiteti nuk është aq i thjeshtë sa duket. Nuk ka një kohë absolute, një hapësirë absolute, një realitet absolut që të gjithë e ndajmë. Në vend të kësaj, ka një shumë llojshmëri realitetesh, secila e vlefshme nga perspektiva e vëzhguesit të saj. Por le të kthehemi te pyetja që ka qenë në zemër të gjithë kësaj diskutimi. Çfarë do të thotë kjo për ju? Si ndryshon ky kuptim mënyrën se si jetoni jetën tuaj? Kur e dini se po lëvizni nëpër hapësirë me 2 milion kilometra në orë, kur e kuptoni se koha që përjetoni nuk është absolute,
kur e realizoni se çdo moment i jetës suaj po ndodh në një pikë unike të hapësirës kohës që nuk do të ekzistojë kurrë përsëri. Si ndikon kjo në zgjedhjet që bëni? Për disa, ky kuptim mund të sjellë një ndjenjë të lirisë. Nëse realiteti është aq dinamik, aq në ndryshim të vazhdueshëm, atëherë asgjë nuk është e fiksuar. Çdo moment është një mundësi për të filluar përsëri, për të zgjedhur një rrugë të re, për të krijuar një realitet të ri. Ju nuk jeni i kufizuar nga e kaluara juaj, sepse e kaluara juaj ndodhi në një pikë të ndryshme të hapësirës kohës. Ju jeni këtu, tani, në këtë moment, në këtë vend, dhe kjo është e vetmja gjë që ka rëndësi. Për të tjerët, ky kuptim mund të sjellë një ndjenjë të përgjegjësisë. Nëse çdo moment është unik, nëse çdo përvojë po ndodh në një pikë të hapësirës kohës që nuk do të ekzistojë kurrë përsëri, atëherë çdo zgjedhje që bëni ka rëndësi. Ju nuk mund ta riktheni kohën. Ju nuk mund ta përsërisni një moment. Çdo mundësi që humbni është e humbur për gjithmonë. Kjo mund të duket e rëndë, por ajo gjithashtu mund të jetë motivuese. Ajo mund t'ju shtyjë të jetoni me më shumë qëllim, me më shumë vetdije, me më shumë vlerësim për çdo moment. Por ka një mësim tjetër këtu, një mësim që është edhe më i thellë. Nëse ne të gjithë jemi në të njëjtin udhëtim kozmik, nëse të gjithë po ndajmë të njëjtën aventurë në përhapësirë kohë, atëherë ne kemi një përgjegjësi ndaj njëri tjetrit. Ne nuk jemi individ të izoluar që jetojnë në botë të ndara. Ne jemi bashkëudhëtar në një anije kozmike. Dhe mënyra se si trajtojmë njëri tjetrin, mënyra se si kujdesemi për planetin ton, mënyra se si zgjedhim të jetojmë jetën ton, të gjitha kanë pasoja që shkojnë përtej nesh. Çdo veprim që ndërmerrni, çdo fjalë që thoni, çdo mendim që keni, krijon një valë që përhapet në përpëllhurën e hapësirës kohës. Kjo valë mund të jetë e vogël, pothuajse e padukshme, por ajo ekziston, dhe ajo ndërvepron me valët e krijuara nga të tjerët. Së bashku, këto valë krijojnë modelin e realitetit që të gjithë ne përjetojmë. Ne nuk jemi thjesht vëzhgues pasiv të universit, ne jemi pjesëmarrës aktiv në krijimin e tij. Kjo është, ndoshta, mësimi më i rëndësishëm që mund të nxjerrim nga kuptimi ynë i lëvizjes në përhapësirë. Ne nuk jemi të vegjël dhe të parëndësishëm. Ne nuk jemi thjesht grinca pluhuri në një univers të pafund. Ne jemi qenie të vetëdijshme që kanë aftësinë të kuptojnë vendin e tyre në univers, të bëjnë pyetje për natyrën e realitetit, të krijojnë kuptim nga kaosi. Dhe kjo aftësi, kjo vetëdije, është një nga gjërat më të rralla dhe më të çmuara në univers. Pra, ndërsa vazhdoni udhëtimin tuaj në përhapësirë me 2 milion kilometra në orë, kujtoni këtë. Ju nuk jeni thjesht duke u lëvizur, ju jeni duke krijuar. Çdo moment i jetës suaj është një akt krijimi. Çdo zgjedhje që bëni, çdo marrëdhënie që formoni, çdo mendim që keni, po kontribuon në pëllhurën e realitetit. Ju jeni një artist kozmik, duke pikturuar rrugën tuaj në përhapësirë kohë me çdo frymë që merrni. Dhe kjo është arsyeja pse lëvizja jonë në përhapësirë nuk është thjesht një fakt shkencor. Ajo është një ftesë për të jetuar me më shumë vetëdije, me më shumë qëllim, me më shumë vlerësim për mrekullitë e ekzistencës. Sepse në fundit, ne nuk jemi thjesht duke udhëtuar nëpër univers. Ne jemi universi që po përjeton veten, që po eksploron veten, që po krijon veten. Dhe ky është udhëtimi më i mahniqëm i të gjithë. Por tani duhet të ndalmi dhe të përballemi me pyetjen që ndoshta ju ka shqetësuar gjatë gjithë këtij udhëtimi. Si mund të jemi të sigurt? Si e dim se të gjitha këto shifra, të gjitha këto teori, të gjitha këto përshkrime të lëvizjes son në përhapësirë janë të vërteta? Sepse le të jemi të sinqertë, kjo tingëllon si shkencë fantazi. 2 milion kilometra në orë? Vërtet? Dhe nëse është e vërtet, pse nuk e ndjejmë? Înțeleg perfekt Lace Vëgëndic. Kjo është pyetja që çdo person racional duhet ta bëjë. Dhe kjo është pikërisht arsyeja pse shkenca funksionon. Sepse shkenca nuk kërkon besim të verbër. Ajo kërkon dyshim, pyetje, provë. Dhe provat për lëvizjen tonë në përhapësirë nuk janë thjesht teori abstrakte. Ato janë matje konkrete, të përsëritshme, të verifikueshme nga kushdo që ka mjetet e duhura.
Le të fillojmë me provën më të drejtë për drejtë, fotografit. Jo fotografi të zakonshme, por fotografi të marra nga sonda hapësinore që kanë udhëtuar jashtë sistemit ton diellor. Në vitin 1980, sonda Voyager 1 ishte në skajin e sistemit diellor kur astronomi Carl Sagan kërkoi që ajo të kthente kamerat dhe të bënte një fotografi të fundit. Ajo fotografi tregonte tokën si një pikë të vogël të zbehtë, blu, të humbur në një rreze dielli. Por kjo fotografi tregonte diçka më shumë. Ajo tregonte se toka vërtet është duke u lvizur. Sepse kur Voyager 1 mori atë fotografi, toka ishte në një pozicion specifik në orbitën e saj rreth diellit. 6 muaj më vonë, nëse Voyager do të kishte marrë një fotografi tjetër, toka do të ishte në anën tjetër të diellit, 300 milion kilometra larg. Kjo nuk është teori. Kjo është realitet i fotografuar, i dokumentuar, i pamohueshëm. Por ka prova edhe më të drejtpërdrejta. Çdo natë kur shikoni qiellin, ju po shikoni një provë të lëvizjes son. Yjet që shihni në janar nuk janë në të njëjtat pozicione si yjet që shihni në korik. Disa yje që janë të dukshme në dimër zhduken plotësisht në verë. Kjo ndodh sepse toka ka lëvizur në anën tjetër të orbitës së saj dhe tani po shikojmë një pjesë të ndryshme të qiellit. Kjo nuk është një efekt i vogël që kërkon teleskop të fuqishëm për të parë. Çdo person që ka vëzhguar qiellin me kujdes gjatë një viti mund ta shohë këtë. Konstelacionet ndryshojnë. Pozicioni i diellit në lidhje me yjet e sfondit ndryshon. Kjo është prova e drejtë për drejtë, e dukshme, e aksesueshme për çdo që ka durim të vëzhgojë. Por le të shkojmë më thellë. Le të flasim për provën që vjen nga vetë drita. Kur një yll po lviz drejt nesh, drita e tij zhvendoset drejt të kaltrit. Kur po largohet, zhvendoset drejt të kuqes. Ky është efekti Doppler që diskutuam më parë, por këtu është pjesa e mahniqme. Ne mund ta matim këtë zhvendosje me një saktësi të jashtëzakonshme. Spektrometrat modern mund të detektojnë zhvendosje në gjatësinë e valës së dritës që janë aq të vogla sa një pjesë në 1 milion. Kjo do të thotë se ne mund të matim shpejtësinë e një ylli me një saktësi prej disa metra në sekond. Dhe kur bëjmë këto matje për yjet në galaktikën tonë, të gjitha tregojnë të njëjtin model. Yjet në një drejtim po tregojnë zhvendosje drejt të kaltrit. Yjet në drejtimin e kundërt po tregojnë zhvendosje drejt të kuqes. Kjo është prova e drejtë për drejtë se ne po lvizim nëpër galaktik. Por ka diçka edhe më bindëse. Rrezatimi kozmik i sfondit që diskutuam më parë nuk është thjesht një teori. Ai është diçka që mund të matet. Në vitin 1965, dy fizikanë amerikan, Arno Penzias dhe Robert Wilson, zbuduan aksidentalisht këtë rrezatim ndërsa po përpiqeshin të eliminonin zhurmën nga një antenë radio. Ata menduan se zhurma vinte nga jashtë, ndoshta nga pellumbat që kishin ndërtuar fole në antenë. Por kur pastruan antenën dhe eliminuan çdo burim të mundshëm të zhurmës, sinjali ende ishte atje. Ai vinte nga çdo drejtim i qiellit. Ai ishte i njëtrajtshëm, i vazhdueshëm, i pandallshëm. Ata kishin zbuduar rrezatimin nga shpërthimi i madh, një mbetje nga fillimi i universit. Dhe ky zbulim u shpërblye me çmimin Nobel në fizik. Por këtu është pjesa që lidhet me lëvizjen tonë. Ky rrezatim nuk është plotësisht i njëtrajtshëm. Ka një asimetri të vogël. Në një drejtim të qiellit, rrezatimi është pak më i ngrohtë. Në drejtimin e kundërt është pak më i ftohtë. Diferenca është vetëm disa qindra mikrokelvin, por ajo është e matshme. Dhe kjo asimetri na tregon saktësisht sa shpejt po lëvizim dhe në cilën drejtim. Kjo nuk është një matje e bërë nga një laboratori vetëm. Kjo është një matje që është përsëritur nga satelit të ndryshëm, nga teleskop të ndryshëm, nga shkencëtar të ndryshëm në vende të ndryshme të botës. Të gjithë marrin të njëjtin rezultat. Ne po lëvizim me rreth 600 km në sekond në lidhje me rrezatimin kozmik të sfondit. Kjo është shkencë e fortë, e verifikueshme, e pamohueshme. Por le ta adresojmë një shqetësim tjetër që mund të keni. Nëse po lëvizim aq shpejt, pse nuk ndihemi si në një makinë që po shkon me shpejtësitë e lartë? Pse nuk ka erë? Pse nuk ka turbulencë? Pse nuk ka asnjë ndjenjë lëvizjes? Përgjigja qëndron në një parim themelor të fizikës që është provuar përsëri dhe përsëri për 4 shekuj.
parimi i relativitetit. Kur jeni në një makinë që po lëviz me shpejtësi konstante në një rrugë të drejtë, ju nuk e ndjeni lëvizjen. Ju e ndjeni vetëm kur makina përshpejton, ngadalson ose kthehet. Kjo sepse trupi juaj nuk reagon ndaj shpejtësisë absolute. Ai reagon vetëm ndaj ndryshimeve në shpejtësi. Dhe lëvizja jonë në përhapësirë është jashtëzakonisht e qëndrueshme. Toka rrotullohet me shpejtësi konstante. Ajo orbiton rreth diellit me shpejtësi konstante. Dieli orbiton rreth qendrës së galaktikës me shpejtësi konstante. Por këtu është diçka që shumica e njerëzve nuk e din. Ne vërtet ndjejmë disa efekte të lëvizjes son. Kur hidhni një top në ajër, ai nuk bie saktësisht në të njëjtin vend. Ai zhvendoset pak për shkak të rrotullimit të tokës. Kjo zhvendosje quhet efekti Coriolis, dhe ajo është arsyeja pse stuhitë rrotullohen në drejtime të kundërta në hemisfera të ndryshme. Kur një raket lëshohet në hapësirë, inxhinierët duhet të marrin parasysh rrotullimin e tokës. Nëse lëshojnë raketën nga ekuatori, ata marrin një ndim falas prej 1670 km/h nga rrotullimi i tokës. Kjo është arsyeja pse shumica e bazave hapësinore janë ndërtuar sa më afër ekuatorit që është e mundur. Kur një plumb pushke lëshohet në një distancë të gjatë, ai zhvendoset pak nga rruga e tij, e pritur për shkak të rrotullimit të tokës. Snajperistët profesionistë duhet të marrin parasysh këtë efekt kur bëjnë qitje në distanca mbi 1000 metra. Kjo nuk është teori. Kjo është realitet praktik që ndikon në mënyrën se si funksionon bota. Por le të shkojmë në nivelin më themelor. Le të flasim për atë që ndodh në nivelin e grincave. Çdo atom i trupit tuaj përbëhet nga protone, neutrone dhe elektrone. Këto grinca nuk janë duke qëndruar në vend. Ato po lëvizin me shpejtësi të jashtëzakonshme. Elektronet po rrotullohen rreth bërthamës me rreth 1% të shpejtësisë së dritës. Kuarket brenda protoneve dhe neutroneve po lëvizin me shpejtësi që afrohen me shpejtësinë e dritës. Por kjo është vetëm lëvizja e tyre relative brenda atomit. Në të njëjtën kohë, i gjithë atomi po lëviz me 2 milion km/h në përhapësirë. Kjo do të thotë se çdo grimc në trupin tuaj po ndjek një rrugë jashtëzakonisht komplekse në përhapësirë kohë. Nëse do të mund të vizualizonit këtë rrugë, do të shihnit një spirale të ndërthurur, një model që është aq kompleks sa do të dukej si një vepër arti abstrakte. Dhe këtu vjen pjesa vërtet e çuditshme. Sipas mekanikës kuantike, këto grimca nuk kanë një pozicion të saktë. Ato ekzistojnë në një gjendje të superpozicionit, ku ato janë në shumë vende njëkohësisht derisa të maten. Kjo do të thotë se çdo grimc në trupin tuaj nuk është thjesht duke ndjekur një rrugë në përhapësirë. Ajo është duke ndjekur të gjitha rrugët e mundshme njëkohësisht. Kjo mund të duket si shkencë fantazi, por ajo është një pasojë e drejtpërdrejtë e mekanikës kuantike, një nga teoritë më të suksesshme në historinë e shkencës. Çdo pajisje elektronike që përdorni, çdo kompjuter, çdo telefon, çdo televizor, funksionon bazuar në parimet e mekanikës kuantike. Kjo nuk është spekulim filozofik. Kjo është teknologji që përdorni çdo ditë. Por le të kthehemi te pyetja kryesore. Pse duhet të na interesojë kjo? Pse duhet të na interesojë se po lvizim me 2 milion km/h në përhapësirë? Sepse ky kuptim ndryshon mënyrën se si e shohim veten dhe vendin ton në univers. Ai na tregon se stabiliteti që ndejim është një iluzion. Realiteti është dinamik, në ndryshim të vazhdueshëm, në lëvizje të përjetshme. Mendoni për këtë. Çdo gjë që keni përjetuar ndonjëherë, çdo kujtim që keni, çdo moment i jetës suaj, ka ndodhur ndërsa ishit duke u hedhur në përhapësirë me shpejtësi të pabesueshme. Dita kur lindët, dita kur mësuat të ecni, dita kur takuat personin që doni, dita kur lexoni këto fjalë. Të gjitha këto momente kanë ndodhur në pika të ndryshme të hapësirës, të ndara nga miliona kilometra. Ju nuk jeni kurrë në të njëjtin vend 2 herë. Është e pamundur. Hapësira në për të cilën po lvizni është e pafundme dhe udhëtimi juaj në për të është i paktjeshëm. Çdo moment i jetës suaj po ndodh në një pikë unike të hapësirës kohës që nuk do të ekzistojë kurrë përsëri. Kjo nuk është një metaforë poetike. Kjo është realiteti fizik i ekzistencës suaj. Por ka një paradoks këtu.
Nëse ne po lvizim aq shpejt, nëse jemi në një udhëtim kozmik që nuk ndalet kurrë, atëherë çfarë është destinacioni? Ku po shkojmë? Përgjigjja është se nuk ka një destinacion. Lëvizja vetë është qëllimi. Universi nuk po shkon diku. Ai thjesht po ekziston, po evoluon, po ndryshon. Dhe ne jemi pjesë e këtij procesi. Kjo mund të duket e zhvënjyese. Ne jemi mësuar të mendojmë për jetën si një udhëtim drejt një destinacioni. Ne vendosim qëllime, bëjmë plane, punojmë drejt një të ardhmeje të caktuar. Por në shkallë kozmike nuk ka destinacion. Ka vetëm udhëtimin. Dhe ky udhëtim, me të gjitha misteret e tij, me të gjitha pyetjet e tij, me të gjithë bukurinë e tij, është aventura më e madhe që njerëzimi ka përjetuar ndonjëherë. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të shqyrtojmë se çfarë do të thotë kjo për natyrën e realitetit. Nëse ne po lvizim me 2 milion kilometra në orë, nëse çdo moment i jetës son po ndodh në një pikë të re të hapësirës kohës, atëherë çfarë është realiteti? A është ai një gjë fikse e pandryshueshme, apo është ai një proces dinamik në evolucion të vazhdueshëm? Fizika moderne na tregon se realiteti është më afër të dytës. Universi nuk është një strukturë statike, ai është një proces dinamik. Hapësira vetë po zgjerohet, galaktikat po largohen nga njëra tjetra, yjet po lindin dhe po vdesin, planetet po formohen dhe po shkatërrohen. Gjithçka është në lëvizje, gjithçka është në ndryshim, gjithçka është në evolucion. Dhe ne jemi pjesë e këtij procesi. Ne nuk jemi vëzhgues të jashtëm që po shikojnë universin nga jashtë. Ne jemi pjesëmarrës të brendshëm që po krijojnë universin me vetë ekzistencën tonë. Çdo frymë që merrni, çdo mendim që keni, çdo veprim që ndërmerrni, po kontribuon në evolucionin e universit. Kjo është një ide e fuqishme. Ajo do të thotë se ju nuk jeni i parëndësishëm. Ju nuk jeni thjesht një grimc pluhuri në një univers të pafund. Ju jeni një qenie e vetëdijshme që ka aftësinë të kuptojë vendin e saj në univers, të bëjë pyetje për natyrën e realitetit, të krijojë kuptim nga kaosi. Dhe kjo aftësi, kjo vetëdije, është një nga gjërat më të rralla dhe më të çmuara në univers. Por këtu është diçka që duhet ta pranojmë. Ne nuk e dimë gjithçka. Pavarësisht nga të gjitha zbulimet tona, pavarësisht nga të gjitha matjet tona, pavarësisht nga të gjitha teoritë tona, ende ka shumë që nuk e kuptojmë. Ne nuk e dim çfarë është materia e errët që përbën 85% të masës së universit. Ne nuk e dim çfarë është energjia e errët që po e shtyn zgjerimin e universit. Ne nuk e dim si filloi universi dhe nuk e dim si do të mbarojë. Kjo mosnjohje nuk është një dobësi. Ajo është një forcë, sepse ajo na mban të përullur, të kurioz, të hapur ndaj mundësive të reja. Shkenca nuk është një koleksion i fakteve të fiksuara. Ajo është një proces i vazhdueshëm i zbulimit, i pyetjeve, i kërkimit të së vërtetës. Dhe çdo përgjigje që gjejmë na çon në pyetje të reja, më të thella, më të ndërlikuara. Por edhe me të gjitha pyetjet që ende kemi, një gjë është e qartë. Ne jemi pjesë e diçkaje të jashtëzakonshme. Ne jemi pjesë e një universi që është aq i madh, aq i vjetër, aq kompleks sa mendja njerëzore mezi mund ta përfityrojë. Dhe megjithatë, ne jemi këtu. Ne ekzistojmë. Ne jemi të vetëdijshëm. Ne mund të mendojmë për këto gjëra. Ne mund të bëjmë pyetje. Ne mund të kërkojmë përgjigje. Dhe ndërsa kërkojmë këto përgjigje, ndërsa vazhdojmë të eksplorojmë misteret e universit, ne po vazhdojmë udhëtimin ton nëpër hapësirë. Çdo sekond, çdo minutë, çdo orë, ne po lëvizim më tej në errësirën kozmike. Po zbulojmë territore të reja, po shohim pamje të reja, po përjetojmë momente të reja. Dhe ky udhëtim i pabesueshëm nëpër hapësirë dhe kohë, është diçka që na bashkon të gjithëve. Çdo person që keni takuar ndonjëherë, çdo qenie e gjallë në këtë planet, po udhëton me ju nëpër hapësirë. Ne jemi bashkëudhëtar në këtë anije kozmike. Dhe megjithse mund të ndejmë se jemi të ndarë nga distancat, nga kufijtë, nga dalimet tona, realiteti është se jemi të gjithë në të njëjtin vend duke bërë të njëjtën gjë, duke u hedhur nëpër univers me 2 milion kilometra në orë. Kjo perspektivë ka fuqinë të ndryshojë mënyrën se si e shohim jetën tonë.
Problemet që duken të mëdha, shqetësimet që na mbajnë zgjuar natën, konfliktet që na ndajnë, të gjitha duken pak më të vogla kur i shikoni nga kjo perspektivë kozmike. Ne jemi të gjithë në të njëjtin udhtim të çuditshëm, të pabesueshëm, të mahnitshëm nëpër hapësirë dhe kohë. Dhe ky udhtim është aq i shkurtër, aq i çmuar, aq unik sa çdo moment duhet të çmohet. Mendoni për këtë. Mesatarisht, një person jeton rreth 80 vjet. Kjo është rreth 2 miliardë 500 milion sekonda. Në këtë kohë, ju do të keni udhëtuar rreth 5 trilion kilometra nëpër hapësirë. Kjo është një distancë aq e madhe sa është pothuajse e pakonceptueshme. Për ta vendosur në perspektivë, kjo është rreth 500 herë distanca nga Toka deri te ylli më i afërt, Proxima Centauri. Çdo sekondë e jetës suaj, ju po udhëtoni rreth 600 kilometra nëpër hapësirë. Në kohën që ju duhet për të lecuar këtë fjalë, ju keni udhëtuar disa mijëra kilometra. Në kohën që ju duhet për të ngrënë një vakt, ju keni udhëtuar rreth 2 milion kilometra. Në kohën që ju duhet për të fjetur një natë, ju keni udhëtuar rreth 60 milion kilometra. Këto shifra janë aq të mëdha sa truri njerëzor mezi mund t'i përpunojë, por ato janë reale, ato janë të matshme, ato janë të verifikueshme, dhe ato na tregojnë diçka të thellë për natyrën e ekzistencës sonë. Ne nuk jemi qenie statike që jetojnë në një botë statike. Ne jemi qenie dinamike që jetojnë në një univers dinamik. Lëvizja është thelbësore për ekzistencën tonë. Pa të nuk do të kishim jetë, nuk do të kishim vetdije, nuk do të kishim asgjë. Por ka një pyetje finale që duhet ta bëjmë. Çfarë do të ndodhë në të ardhmen? Ku do të jemi pas 1 milion vjetësh? Pas 1 miliard vjetësh? Pas 1 trilion vjetësh? Përgjigjja është se ne nuk e dim me siguri, por ne mund të bëjmë parashikime bazuar në atë që e dim për fizikën e universit. Në 1 milion vjet, dielli do të jetë pak më i ngjehtë se sa është tani. Toka do të jetë pak më larg nga dielli për shkak të efekteve të baticës, por ndryshimet do të jenë të vogla. Jeta në tokë do të vazhdojë nëse njerëzimi arrin të mbijetojë aq gjatë. Në 1 miliard vjet, dielli do të jetë bërë kaq i ngjehtë sa oqeanet e tokës do të fillojnë të avullojnë. Jeta, siç e njohim ne, nuk do të jetë më e mundur në sipërfaqen e tokës. Nëse njerëzimi ende ekziston, ne do të duhet të kemi gjetur një shtëpi të re, ndoshta në një planet tjetër, ndoshta në një sistem diellor tjetër. Në 5 miliard vjet, dielli do të jetë shndërruar në një gjigant të kuq. Ai do të zgjerohet aq shumë sa do të gëlltisë Merkurin, Venusin dhe ndoshta edhe Tokën. Sistemi ynë diellor, siç e njohim ne, nuk do të ekzistojë më. Por galaktika jon do të vazhdojë të ekzistojë dhe udhëtimi i saj nëpër univers do të vazhdojë. Në 4 miliard vjet, rruga e Çumështit do të përplaset me galaktikën tonë fqinje, Andromedën. Kjo përplasje do të krijojë një galaktik të re, më të madhe. Yjet do të rirregullohen, sistemet diellore do të shkatërohen dhe do të krijohen të reja. Por lëvizja do të vazhdojë. Galaktika e re do të vazhdojë të udhëtojë nëpër univers. Në 1 trilion vjet, shumica e yjeve në univers do të kenë djegur të gjithë karburantin e tyre. Universi do të jetë një vend i errët, i ftohtë, i shkret. Por edhe atëherë, lëvizja do të vazhdojë. Vrimat e zeza do të vazhdojnë të orbitojnë njëra tjetrën. Grimcat do të vazhdojnë të lëvizin nëpër hapësirë. Universi nuk do të ndalojë kurrë. Kjo është e ardhmja e universit, sipas kuptimit ton aktual të fizikës. Por ne duhet të jemi të përullur. Ne nuk e dim gjithçka. Mund të ketë forca që ne ende nuk i kemi zbuluar, fenomene që ne ende nuk i kemi vëzguar, ligje të fizikës që ne ende nuk i kemi kuptuar. E ardhmja mund të jetë shumë e ndryshme nga ajo që parashikojmë. Por një gjë është e sigurt, lëvizja do të vazhdojë, sepse lëvizja është thelbësore për natyrën e universit. Ajo nuk është një aksident, ajo nuk është një anomali. Ajo është mënyra se si universi funksionon. Dhe ne, si pjesë e këtij universi, jemi pjesë e kësaj lëvizjeje të përjetshme. Pra, çfarë duhet të bëjmë me këtë njohuri? Si duhet të jetojmë jetën tonë duke ditur se po udhtojmë nëpër univers me 2 milion kilometra në orë? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e ndërlikuar në të njëjtën kohë. Duhet të jetojmë me vetdije.
Duhet të çmojmë çdo moment. Duhet të kuptojmë se çdo përvojë është unike, e papërsëritshme, e çmuar. Sepse në fund të fundit, ne nuk jemi thjesht duke udhëtuar në përhapësirë. Ne jemi duke krijuar kujtime, duke formuar marrëdhënie, duke ndërtuar një jetë. Dhe kjo jetë, me të gjitha gëzimet e saj, me të gjitha sfidat e saj, me të gjithë bukurinë e saj, është aventura më e madhe që mund të përjetojmë. Ajo është arsyeja pse jemi këtu. Ajo është kuptimi i udhëtimit ton kozmik. Dhe ndërsa vazhdoni këtë udhëtim, ndërsa vazhdoni të lëvizni nëpër univers me shpejtësi të pabesueshme, kujtoni këtë. Ju nuk jeni i vetëm. Ju jeni i rrethuar nga miliarda qenie të tjera që po ndajnë të njëjtin udhëtim. Ju jeni pjesë e një historie kozmike që filloi 13 miliard e 800 milion vjet më parë dhe që do të vazhdoj për miliarda vjet të tjera. Ju jeni një fije në pëllhurën e universit dhe çdo veprim që ndërmerrni, çdo zgjedhje që bëni, po kontribuon në modelin e kësaj pëllhure. Kjo është fuqia e kuptimit ton të lëvizjes në përhapësirë. Ajo na tregon se ne nuk jemi të vegjël dhe të parëndësishëm. Ne jemi pjesë e diçkaje të madhe, diçkaje të mahnitshme, diçkaje që të i kalon çdo kuptim njerëzor. Dhe kjo pjesëmarrje, kjo lidhje me universin është një nga dhuratat më të mëdha që mund të marrim. Pra, herën tjetër kur shikoni qiellin, herën tjetër kur ndjeni erën në fytyr, herën tjetër kur merrni një frym të thellë, kujtoni këtë. Ju po udhëtoni nëpër univers me 2 milion kilometra në orë. Ju jeni një pasagjer në anijen më të shpejtë, më të çuditshme, më të mahnitshme që ka ekzistuar ndonjëherë. Dhe ky udhëtim i pabesueshëm, është realiteti juaj. Është realiteti i të gjithëve. Është e vërteta që fshihet pas iluzionit të qëndrueshmërisë. Dhe tani që e dini këtë të vërtetë, tani që e kuptoni natyrën e udhëtimit tuaj kozmik, pyetja bëhet: si do ta jetoni pjesën tjetër të këtij udhëtimi? Si do t'i përdorni momentet që ju mbeten? Si do të kontribuoni në pëllhurën e universit? Sepse këto janë pyetjet që vërtet kanë rëndësi. Jo sa shpejt po lvizni, por si po jetoni ndërsa lvizni. Jo ku po shkoni, por çfarë po krijoni gjatë rrugës. Por tani, pasi kemi udhëtuar nëpër shifra, nëpër prova, nëpër shekuj zbulime shkencore, duhet të ndalemi dhe të bëjmë pyetjen që ndoshta është më e rëndësishmja. Çfarë do të thotë kjo për natyrën e realitetit vet? Sepse kur e kuptoni se po lvizni me 2 milion kilometra në orë nëpër një univers që vet po zgjerohet, kur e realizoni se çdo atom i trupit tuaj ka udhëtuar miliarda vjet për të arritur këtu, diçka thelbësore ndryshon në mënyrën se si e perceptoni ekzistencën. Le të fillojmë me një pyetje filozofike që ka shqetësuar mendet më të mëdha për mijëra vjet. Çfarë është realiteti? A është ai një skenë fikse ku ngjarjet zhvillohen, apo është ai vetë një proces, një rrjedhë e vazhdueshme, një transformim i pafund? Fizika moderne na jep një përgjigje të qartë. Realiteti nuk është një gjë, ai është një ngjarje. Ai nuk ekziston, ai ndodh. Mendoni për këtë. Çdo grimc në trupin tuaj, çdo foton drite që godet syrin tuaj, çdo molekule ajri që merr një frym, është në një gjendje të lëvizjes së vazhdueshme. Asgjë nuk qëndron në vend. Asgjë nuk është statike. Edhe objektet që duken më të ngurta, më të palëvishme, janë në realitet koleksione të atomeve që lëkundën, rrotullohen, vibrojnë me shpejtësi të jashtëzakonshme. Dhe kjo lëvizje nuk është kaotike. Ajo ndjek modele, ritme, ligje që mund të shprehen në gjuhën e matematikës. Universi nuk është një kaos i rastësishëm. Ai është një simfoni kozmike, ku çdo grinc luan rolin e saj, ku çdo lëvizje kontribuon në harmoninë e përgjithshme. Dhe ne, me vetdijen tonë, jemi instrumentet që mund ta dëgjojnë këtë simfoni, që mund ta kuptojnë bukurinë e saj, që mund ta çmojnë kompleksitetin e saj. Por ka diçka edhe më të thellë këtu. Ka një lidhje të çuditshme midis lëvizjes dhe vetdijes. Mendoni për këtë. Çdo mendim që keni kërkon lëvizje. Sinjalet elektrike duhet të udhtojnë nëpër neuroneve, molekulat duhet të kalojnë nëpër sinapsave, energjia duhet të rrjedhë nëpër qelizave. Pa lëvizje nuk ka mendim. Pa lëvizje nuk ka vetdije. Kjo do të thotë se vetdia juaj, ajo që ju bën ju,
është në thelb një proces dinamik. Ju nuk jeni një gjë që mendon, ju jeni një proces i të menduarit. Ju nuk jeni një qenie që përjeton, ju jeni një përvojë që po ndodh. Dhe kjo përvojë po ndodh ndërsa jeni duke u hedhur nëpër univers me shpejtësi që sfidojnë imagjinatën. Ka një paradoks të bukur këtu. Ne përjetojmë veten si të qëndrueshëm, si të vazhdueshëm, si të njëjtë person nga një moment në tjetrin. Por në realitet, çdo qelizë e trupit ton po zvendçohet vazhdimisht. Çdo 7 deri në 10 vjet, pothuajse çdo atom i trupit tuaj është zvendësuar me një atom të ri. Ju nuk jeni fizikisht i njëjti person që ishit 10 vjet më parë. Dhe megjithatë, ju ndjeni një vazhdimsi, një identitet që mbetet i njëjtë. Kjo vazhdimsi nuk vjen nga materia që ju përbën. Ajo vjen nga modeli, nga organizimi, nga rrjedha e informacionit nëpër sistemit tuaj. Ju jeni si një lum. Uji në lum ndryshon vazhdimisht, por lumi mbetet i njëjtë. Forma e tij, rrjedha e tij, identiteti i tij, të gjitha vazhdojnë edhe ndërsa molekulat individuale të ujit zvendësohen. Dhe kjo metaforë e lumit na çon në një kuptim edhe më të thellë. Ashtu si një lum nuk mund të ekzistojë pa rrjedhë, ashtu edhe ju nuk mund të ekzistoni pa lëvizje. Lëvizja nuk është diçka që ju bëni, ajo është diçka që ju jeni. Ju jeni një model i lëvizjes, një organizim i energjisë, një rrjedhë e informacionit që ka marrë formën e një qenie të vetëdijshme. Por le të shkojmë edhe më tej. Le të shqyrtojmë se çfarë nuk e dim, sepse për të gjithë suksesin ton në matjen e lëvizjes son nëpër hapësirë, për të gjitha zbulimet tona të mahniqme, ende ka mistere të thella që presin të zbulohen. Ne nuk e dim çfarë është materia e errët. Ajo përbën 85% të masës së universit, por ne nuk mund ta shohim, nuk mund ta prekim, nuk mund ta detektojmë drejt për drejt. E dim se ekziston vetëm për shkak të efekteve gravitacionale që ka në materien e dukshme. Është si të përpiqesh të kuptosh një simfoni duke dëgjuar vetëm disa nota të izoluara. Ne e dim se ka diçka atje, por nuk e dim se çfarë është. Ne nuk e dim çfarë është energjia e errët. Ajo përbën rreth 70% të përmbajtjes totale të universit dhe ajo po e shtyn zgjerimin e universit të përshpejtohet. Por ne nuk e dim nga vjen, çfarë është ose pse ekziston. Është një forcë misterioze që po formson fatin e të gjithë universit, dhe ne mezi po fillojmë ta kuptojmë atë. Ne nuk e dim si filloi universi. Teoria e shpërtimit të madh na tregon se universi filloi nga një gjendje e nxehtë, e dendur, 13 miliard e 800 milion vjet më parë. Por çfarë shkaktoi atë fillim? Çfarë kishte përpara? A kishte një përpara? Këto janë pyetje që shkenca ende nuk mund t'i përgjigjet plotësisht. Ne nuk e dim si do të mbarojë universi. A do të vazhdojë të zgjerohet përgjithmonë, duke u bërë gjithnjë më i ftohtë, më i errë, më i shkret? A do të ndalojë së zgjeruari dhe do të fillojë të kurret, duke përfunduar në një shpërthim i madh i kundërt? A do të ndodhë diçka plotësisht e papritur që ne ende nuk mund ta imagjinojmë? E ardhmja e universit mbetet një mister, dhe ndoshta misterin më të madh të gjithëve. Ne nuk e dim pse ekziston diçka në vend të asgjëje. Pse ka një univers? Pse ka ligje të fizikës? Pse ka materie dhe energji? Këto janë pyetje që shkojnë përtej shkencës, që prekin filozofin, metafizikën, vetë natyrën e ekzistencës. Por ka një bukuri në këtë mosnjohje. Ka një përullësi që vjen nga pranimi, se pavarësisht nga të gjitha zbulimet tona, ne ende jemi në fillim të udhëtimit ton të kuptimit. Çdo përgjigje që gjejmë hap dyert për pyetje të reja. Çdo mister që zgjidhim zbulon mistere më të thella. Dhe kjo është mënyra se si shkenca funksionon. Ajo nuk është një destinacion, ajo është një udhëtim i pafund i zbulimit. Tani le të kthehemi te ajo që e dim. Le të kthehemi te realiteti i udhëtimit ton kozmik, sepse edhe me të gjitha pyetjet që ende kemi, një gjë është e qartë. Ne jemi pjesë e diçkaje të jashtëzakonshme. Ne jemi pjesë e një universi që ka evoluar nga një sup i thjesht i grincave në kompleksitetin e mahnitshëm që shohim sot. Yje, galaktika, planeta, jetë, vetdije. Të gjitha këto janë manifestime të së njëjtës lëvizje kozmike që filloi 13 miliard e 800 milion vjet më parë. Dhe tani,
në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, ju jeni duke vazhduar atë lëvizje. Ju po udhëtoni në përhapësirë me 2 milion kilometra në orë. Çdo atom i trupit tuaj, çdo molekul që ju përbën, është duke ndjekur një rrugë në përhapësirë kohë që nuk është ndjekur kurrë më parë dhe nuk do të ndiqet kurrë përsëri. Ju jeni unik. Udhëtimi juaj është unik. Ekzistenca juaj është një mrekulli që ndodh vetëm një herë në historinë e universit. Kujtoni se si filluam këtë udhëtim. Filluam me një pyetje të thjeshtë. Sa shpejt po lëvizim? Dhe ajo pyetje na çoi nëpër një aventurë që zbuloi se realiteti është shumë më i çuditshëm, shumë më i mahnitshëm, shumë më i bukur se sa mund të kishim imagjinuar. Ne zbuluam se po rrotullohemi me 1670 km në orë, se po orbitojmë rreth diellit me 107.000 km në orë, se dielli po orbiton rreth qendrës së galaktikës me 800.000 km në orë, se galaktika jon po lviz drejt atraktorit të madh me 2.160.000 km në orë. Por më shumë se shifrat, ne zbuluam diçka më të thellë. Ne zbuluam se lëvizja nuk është thjesht një fakt fizik, ajo është thelbësore për natyrën e realitetit. Pa lëvizje nuk do të kishte kohë. Pa lëvizje nuk do të kishte ndryshim. Pa lëvizje nuk do të kishte jetë. Pa lëvizje nuk do të kishte vetdije. Pa lëvizje nuk do të kishte asgjë. Dhe kjo na çon në një kuptim final, një kuptim që ndoshta është më i rëndësishmi i të gjithëve. Ju nuk jeni thjesht në univers. Ju jeni universi. Çdo atom i trupit tuaj u krijua në zemër të një ili. Çdo molekul që ju përbën ka udhëtuar miliarda vjet në përhapësirë për të arritur këtu. Ju jeni një mënyrë që universi ka gjetur për të përjetuar veten, për të kuptuar veten, për të çuditur me veten. Kur shikoni jetë, nuk jeni thjesht duke vëzhguar objekte të largëta. Jeni duke shikuar prindrit tuaj kozmik, vendet ku u krijuan atomet që ju përbëjnë. Kur ndjeni erën në fytyr, nuk jeni thjesht duke përjetuar një fenomen meteorologjik. Jeni duke ndjer lëvizjen e planetit tuaj, rrotullimin e shtëpisë suaj kozmike. Kur merrni frym, nuk jeni thjesht duke thithur oksigjen. Jeni duke shkëmbyer atome me universin, duke u bërë pjesë e një cikli që ka vazhduar për miliarda vjet. Ka një lidhje të thellë këtu, një lidhje që shkon përtej çdo kuptimi njerëzor. Ju nuk jeni të ndarë nga universi. Ju nuk jeni një vëzhgues i jashtëm që po shikon nga jashtë. Ju jeni një pjesë integrale e universit, po aq thelbësore sa çdo il, çdo galaktik, çdo grimc që ekziston. Dhe kjo lidhje, kjo njësi, është një nga të vërtetat më të thella që mund të zbulojmë. Por çfarë do të thotë kjo për mënyrën se si duhet të jetojmë? Nëse jemi vërtet pjesë e universit, nëse jemi vërtet manifestime të së njëjtës lëvizje kozmike që ka krijuar gjithçka, atëherë çdo veprim që ndërmerrnim ka një rëndësi kozmike. Çdo zgjedhje që bëjmë kontribuon në evolucionin e universit. Çdo mendim që kemi është një mënyrë që universi po mendon për veten. Kjo nuk është një metaforë poetike. Kjo është një pasojë drejt për drejt e faktit se ne jemi të bërë nga e njëjta lëndë si gjithçka tjetër në univers. Atomet që përbëjnë trurin tuaj janë të njëjta lloj atomesh që përbëjnë yjet. Ligjet e fizikës që qeverisin trupin tuaj janë të njëjtat ligje që qeverisin galaktikat. Nuk ka ndarje, nuk ka kufi. Ka vetëm një univers, një realitet, një ekzistencë. Dhe në këtë univers, në këtë realitet, në këtë ekzistencë, ju jeni duke udhëtuar me 2 milion kilometra në orë. Çdo sekond që kalon, ju po lëvizni 600 kilometra më tej në përhapësirë. Çdo minutë, 36.000 kilometra. Çdo orë, 2.160.000 kilometra. Çdo ditë, 51.840.000 kilometra. Në kohën që keni lecuar këtë skenar të plot, që ka zgjatur ndoshta 20 minutë, ju keni udhëtuar rreth 720.000 kilometra në përhapësirë. Kjo është pothuajse sa distanca nga toka deri te hëna. Në kohën që ju duhet për të fjetur një natë, ju udhëtoni rreth 60 milion kilometra. Kjo është më shumë se 100 herë perimetri i tokës. Këto shifra janë të pabesueshme. Ato sfidojnë çdo përvojë njerëzore, por ato janë reale.
Ato janë të matshme. Ato janë të verifikueshme. Dhe ato na tregojnë se realiteti është shumë më dinamik, shumë më i mahnitshëm, shumë më i çuditshëm se sa duket në sipërfaqe. Por ndoshta mësimi më i rëndësishëm që mund të nxjerrim nga gjithë kjo është ky. Çdo moment është i çmuar. Sepse çdo moment po ndodh në një pikë unike të hapësirës kohës që nuk do të ekzistojë kurrë përsëri. Ju nuk mund ta ktheni kohën. Ju nuk mund ta përsërisni një moment. Çdo frym që merrni, çdo mendim që keni, çdo përvojë që përjetoni, po ndodh tani, këtu, në këtë pikë specifike të udhëtimit tuaj kozmik. Kjo do thotë se çdo zgjedhje ka rëndësi, çdo veprim ka pasoja. Çdo moment është një mundësi për të krijuar diçka të re, për të përjetuar diçka unike, për të kontribuar në pëllhurën e universit. Ju nuk jeni një vëzhgues pasiv i jetës. Ju jeni një pjesëmarrës aktiv në krijimin e realitetit. Dhe kjo është, ndoshta, dhurata më e madhe që mund të marrim nga kuptimi ynë i lëvizjes nëpër hapësirë. Ajo na tregon se ne nuk jemi të parëndësishëm. Ne nuk jemi thjesht grimca pluhuri në një univers të pafund. Ne jemi qenie të vetëdijshme që kanë aftësinë të kuptojnë vendin e tyre në univers, të bëjnë pyetje për natyrën e realitetit, të krijojnë kuptim nga kaosi. Dhe kjo aftësi, kjo vetëdije, është një nga gjërat më të rralla dhe më të çmuara në univers. Pra, ndërsa vazhdoni udhëtimin tuaj nëpër hapësirë, ndërsa vazhdoni të lëvizni me 2 milion kilometra në orë nëpër errësirën kozmike, mbani mend këtë. Ju jeni një mrekulli. Ekzistenca juaj është një ngjarje e jashtëzakonshme që ka kërkuar 13 miliardë 800 milion vjet për të ndodhur. Çdo atom i trupit tuaj ka një histori që shtrihet prapa në fillimin e universit. Çdo mendim që keni është një manifestim i vetëdijes kozmike. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është e vërteta më e thellë që mund të zbulojmë. Ne nuk jemi thjesht duke udhëtuar nëpër univers. Ne jemi universi që po udhëton nëpër veten, që po eksploron veten, që po çudit me veten. Çdo pyetje që bëjmë, çdo zbulim që bëjmë, çdo moment që përjetojmë, është një mënyrë që universi po bëhet i vetëdijshëm për natyrën e tij të mahnitshme. Dhe kjo vetëdije, kjo kuptim, kjo çuditje është ndoshta qëllimi i të gjithë udhëtimit. Jo të arrijmë një destinacion, sepse nuk ka destinacion, por të përjetojmë udhëtimin vet, të çmojmë çdo moment të tij, të kuptojmë bukurinë e tij, të kontribuojmë në evolucionin e tij. Sepse në fund, kur gjithçka thuhet dhe bëhet, kur të gjitha shifrat janë llogaritur dhe të gjitha teoritë janë formuluar, mbetet një e vërtetë e thjeshtë. Ju jeni këtu, tani, në këtë moment, duke u lëvizur nëpër univers me shpejtësi të pabesueshme. Dhe kjo, në vetvete, është një mrekulli që meriton të festohet, të çmohet, të jetohet me të gjithë intensitetin që mund të mbledhim. Pra, herën tjetër kur ndjeni se jeni të palvishëm, herën tjetër kur mendoni se gjërat janë të qëndrueshme dhe të pandryshueshme, kujtoni këtë. Ju po udhëtoni nëpër univers me 2 milion kilometra në orë. Ju jeni një pasagjer në anijen më të shpejtë, më të çuditshme, më të mahnitshme që ka ekzistuar ndonjëherë. Dhe ky udhëtim i pabesueshëm, është realiteti juaj. Është realiteti i të gjithëve. Është e vërteta që fshihet pas iluzionit të qëndrueshmërisë. Dhe tani që e dini këtë të vërtet, pyetja nuk është më sa shpejt po lvizim, pyetja është si do ta jetojmë këtë udhëtim të mahnitshëm që na është dhënë, sepse në fund, ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta udhëtimi është më i rëndësishëm se destinacioni. Ndoshta misteret që nuk i kuptojmë janë më të bukura se të vërtetat që i dim. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është pikërisht mënyra se si